Në këtë moment, ndërsa dëgjon këto fjalë, trupi yt përbëhet nga afërsisht 100.000 trilion atome. Çdo atom i pozicionuar saktësisht, çdo elektron që rrotullohet në orbitën e tij, çdo lidhje kimike që mban bashk qelizat e trurit tënd, të gjitha këto formojnë atë që ti e quan unë. Por çfarë do të ndodhte nëse dikush do të skanonte çdo atom të vetëm? Do ta shkatëronte trupin tënd origjinal dhe do ta rikrijonte atë saktësisht në anën tjetër të planetit. A do të ishe ende ti? Apo do të vdisje në momentin e skanimit, ndërsa një kopje identike, me të gjitha kujtimet e tua, frikrat e tua, dashuritë e tua, do të zgjohej duke menduar se është vazhdim i jetës tënde? Kjo nuk është në vetëm filozofi. Në vitin 2026, shkencëtarët kinezë raportuan diçka që ndryshoi përgjithmonë kufirin midis shkencës dhe fantashkencës. Teleportimi i parë i suksesshëm i informacionit biologjik kompleks. Historia fion në vitin 2017 në shkretëtirën Gobi. Profesori Pan Jianwei nga Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë së Kinës qëndronte në një qendër kontrolli, duke vështruar ekranet që tregonin diçka të pabesueshme. Sateliti Micius, i emëruar sipas filozofit kinez të lashtë, sapo kishte teleportuar një foton nga toka në hapësirë, në një distancë prej 1200 kilometrash. Jo thjesht dërguar, teleportuar. Fotoni origjinal u shkatërua plotësisht në momentin kur gjendja e tij kuantike u transferua në një foton tjetër në satelit. Kjo ishte më shumë se një eksperiment fizike. Ishte prova se ligjet e mekanikës kuantike, ato ligje të çuditshme që Einstein i cuante veprimi frikshëm në distancë, mund të funksionojnë në shkallë makroskopike. Por teleportimi kuantik nuk është si në filmat e Hollywood. Ku shkencëtarët flasin për teleportim, ata nuk flasin për zhdukjen e objekteve dhe shfaqjen e tyre diku tjetër. Ata flasin për diçka shumë më të çuditshme dhe më të thellë. Imagjino dy grimca që janë të ndërthullura. Një fenomen kuantik ku gjendja e një zgrimce është e lidhur në mënyrë absolut me gjendje tjetrës, pavarësisht nga distanca që i ndan. Nëse mat njërën, tjetra ndryshon menjëherë, jo me shpejtësinë e dritës, menjëherë. Kjo nuk shkel relativitetin e Einsteinit, sepse nuk po dërgon informacion, po ndan një gjendje kuantike që tashmë ekziston në të dyja vendet njëkohësisht. Në laboratorin e Universitetit të Shkencës dhe Teknologjisë së Kinës në qytetin Hefei, ekipi i profesorit Pan kishte perfekcionuar këtë proces për grinca individuale. Por në vitin 2024, ata filluan të pyesin një pyetje të frikshme. Nëse mund të teleportojmë një foton, pse jo një atom? Nëse mund të teleportojmë një atom, pse jo një molekul? Dhe nëse mund të teleportojmë një molekul, ku ndalemi? Problemi nuk ishte teorik. Mekanika kuantike nuk vendos kufi për matësinë e objekteve që mund të teleportohen. Problemi ishte praktik. Numri i atomeve rritet eksponencialisht. Një bakteri e vetme përmban rreth 100 miliard atome. Një qelizë njerëzore 100 trilion. Trupi i plot njerëzor 1 me 20 pas tij. Tani imagjino kompleksitetin. Çdo atom në trupin tënd nuk është thjesht një top i vogël që qëndron në vend. Ai është një re probabilitetesh kuantike, një valë mundësive që kolapson në realitet vetëm kur vëzgohet. Elektronet e tij nuk janë diku, ata janë kudo dhe askund derisa i mat. Dhe çdo atom ndërvepron me miliarda të tjerë përreth tij, duke krijuar një rrjet marrëdhëniesh kaq kompleks, saqë superkompjuterët më të fuqishëm në botë nuk mund ta simulojnë asnjë qelizë të vetme me satësi të plotë. Megjithatë, ligjet e fizikës nuk ndalojnë teleportimin e këtij kompleksiteti. Ato thjesht e bëjnë atë jashtëzakonisht marramëndse të vështirë. Në pranverën e vitit të 2025, laboratori i Panit arriti diçka që disa vite më parë do të konsiderohej magjistare. Ata teleportuan një molekul organike të vogël, një zinxhir prej 15 atomesh karboni të lidhur me hidrogjene dhe oksigjene. Molekula origjinale u shkatërua plotësisht gjatë procesit të skanimit. Çdo pozicion i çdo atomi, çdo gjendje, çdo elektroni, çdo spin kuantik u regjistrua me saktësi absolute. Pastaj, duke përdorur grinca të ndërthurura, kjo informacion u transferua në një grup atomesh në anën tjetër të laboratorit. Dhe aty, atomi pas atomi, molekula u rigrijua. Jo një kopje e parafort, jo një version i ngjashëm, por një riprodhim i sakt kuantik, i pandashëm nga origjinali në çdo nivel të matshëm të realitetit.
Bota shkencore eksplodoi me debate, sepse nëse mund të teleportosh një molekul, çfarë të ndalon të teleportosh një qelizë? Dhe nëse një qelizë, pse jo një organizëm i plot? Profesorsha Sarah Chen nga Instituti i Teknologjisë i Massachusettit botoi një artikull që bëri jehon në të gjithë komunitetin shkencor. Ajo llogariti se me teknologjinë aktuale, skanimi i një trupi njerëzor në nivel atomik do të kërkonte një kompjuter kaq të fuqishëm sa do të konsumonte të gjithë energjinë që dielli prodhon në një vit. Dhe procesi i skanimit vet, duke matur pozicionin dhe gjendjen e çdo atomi, do të zgjaste më shumë se mosha aktuale e universit. Por ajo shtoi diçka që i bëri të gjithë të heshtnin. Megjithatë, asnjë ligj i fizikës nuk e ndalon këtë. Është vetëm çështje e inxhinierisë. Kjo fjalë e vetme ndryshoi gjithçka, sepse në histori të shkencës, vetëm çështja e inxhinierisë ka qenë gjithmonë çështje kohe. Në vitin 1950, kompjuterët mbushnin dhoma të tëra dhe mund të bënin vetëm llogaritje të thjeshta. Sot, telefoni në xhepin tënd është miliarda herë më i fuqishëm. Në vitin 1963, ideja e sekuencimit të ADN-s njerëzore dukej e pamundur. Në vitin 2003, projekti i gjenomit njerëzor u përfundua. Në vitin 1970, transmetimi i një fotografie nëpërmjet internetit do të zgjaste orë të tëra. Sot transmetojmë video me cilësi të lartë në kohë reale në të gjithë planetin. Pra kur në shtator të vitit 2026, Akademia Kineze e Shkencave thirri një konferencë për shtyp emergjente, bota e dinte se diçka e jashtëzakonshme kishte ndodhur. Profesori Pan, tani 60 vjeç, doli para kamerave me një shprehje që përzjente triumfin me diçka që dukej si frikë ekzistenciale. Sot, thaj, ne raportojmë teleportimin e suksesshëm të një organizmi të gjallë. Doma shpërtheu në murmuritje. Gazetarët filluan të bërtasnin pyetje. Por Pan ngriti dorën për heshtje. Organizmi ishte një bakterie e llojit Escherichia coli. Ajo përbëhej nga afërsisht 4 miliardë 500 milion atome. Procesi zgjati 17 orë. Bakteria origjinale u shkatërua plotësisht. Bakteria e rikrijuar ishte identike në çdo nivel të matshëm, strukturë molekulare, sekuencë ADN, madje edhe aktivitet metabolik. Por pastaj ai tha diçka që ngriti pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet. Doma u bë plotësisht e heshtur. Sepse të gjithë e kuptonin se kjo nuk ishte më vetëm një pyetje për bakteriet, ishte një pyetje për ne. Imagjino procesin. Ti hyn në një dhomë, le ta quajmë doma A. Aty një makinë skanimi fillon të lexojë trupin tënd, por jo si një skanim mjekësor normal. Kjo makinë duhet të mas pozicionin dhe gjendjen kuantike të çdo atomi të vetëm në trupin tënd. Dhe këtu vjen pjesa e frikshme. Sipas parimit të pasigurisë së Heisenbergut, akti i matjes shkatron gjendjen origjinale. Për të lecuar saktësisht ku është një atom dhe si po lëviz, duhet ta ndërveprosh metën në një mënyrë që e ndryshon atë. Për të skanuar çdo atom në trupin tënd, makina duhet ta shkatërrojë trupin tënd. Atom pas atomi, qeliz pas qeliz, trupi yt do të çmontohet në një re informacioni. Ndërkohë në domën B mund të jetë në anën tjetër të dhomës ose në anën tjetër të planetit, një makinë tjetër fillon të ndërtojë. Ajo ka një rezervë atomesh, karboni, hidrogjeni, oksigjeni, azoti, të gjithë elementët që përbëjnë një trup njerëzor. Dhe duke përdorur informacionin e transferuar nëpërmjet grincave të ndërthurura, ajo fillon t'i vendosë ato atome saktësisht në pozicionet e duhura. Çdo atom i karbonit në ADN në tënde, çdo molekul uji në qelizat e trurit tënd, çdo jon natriumi që kalon nëpër nervat e tu, të gjitha rikrijuara me saktësi absolute. Dhe pastaj pas orësh ose ditësh ose vitesh, në varësi të teknologjisë, procesi përfundon. Në domën B, një trup hapet syt. Ai ka të gjitha kujtimet e tua. Ai kujton se hyri në domën A. Ai kujton fëmijërinë tënde, dashurinë e parë, mëngjesin e sotëm. Për të nuk ka ndodhur asgjë e pazakont. Ai mendon se është ti që sapo u teleportua. Por në domën A, trupi origjinal, trupi që hyri atje, trupi që lexoi këto fjalë, trupi që kishte të gjitha ato kujtime, është shkatëruar plotësisht. Çdo atom i tij është shpërndar. Çdo lidhje që e bënte atë ty është prishur. Pra, kush vdiq? Kush jetoi? A është personi në domën B ti që vazhdove të ekzistosh në një vend të ri?
Apo është një kopje e përsosur, një klon me kujtimet e tua që mendon se është ti, ndërsa ti i vërtet vdiqe në momentin e skanimit. Kjo nuk është një pyetje që fizika mund ta përgjigjet. Fizika mund të thotë vetëm se dy trupat, para dhe pas, janë të pandashëm në çdo mënyrë të matshme. Por ajo nuk mund të thotë asgjë për vazhdimsinë e ndërgjegjes, për atë ndjenjë subjektive të qenit unë, që vazhdon nga një moment në tjetrin. Filozofi Derek Parfit nga Universiteti i Oxfordit kishte shkruar për këtë paradoks dekada më parë, shumë kohë para se teleportimi kuantik të ishte i mundur. Ai propozoi një eksperiment mendor. Imagjino një makinë që të kopjon saktësisht, por nuk të shkatëron origjinalin. Tani ka dy ti, origjinali dhe kopja. Të dy kanë të njëjtat kujtime, të dy mendojnë se janë ti, por qartësisht, ata janë dy persona të ndryshëm, sepse mund të kenë përvojat e ndryshme nga ky moment e tutje. Tani, tha Parfit, çfarë ndryshimi bën nëse makina shkatëron origjinalin? Nëse kopja nuk është ti, kur origjinali vazhdon të jetojë, si mund të jetë ti, vetëm sepse origjinali vdes? Në muajt pas njoftimit të teleportimit të bakterisë, kjo pyetje u bë qendra e debateve të zjarrta. Disa argumentuan se nuk ka asnjë dalim. Nëse çdo atom është në vendin e duhur, nëse çdo lidhje nervore është identike, atëherë personi është i njëjtë. Vetë ideja e një shpirti ose esencë që ekziston veç mas nga materia, është një mbetje e besimeve të vjetra, të pashkencore. Të tjerët argumentuan se kjo ishte thjesht vrasje e sofistikuar. Se çdo person që do të hynte në një makinë teleportimi do të vdiste, dhe një klon do të zëvendësonte atë. Një klon që nuk do ta dinte kurrë se nuk është personi origjinal. Por eksperimentet vazhduan. Në janar të vitit 2026, një laborator në Zvicër teleportoi një krimb të vogël, një nematod me saktësisht 128 qeliza nervore. Krimbi i rikrijuar lëvizte saktësisht si origjinali. Ai reagonte ndaj stimujve në të njëjtën mënyrë. Testimi i ADN-s tregoi përputhje të përsosur. Por ai ishte i njëjti krimb. Shkencëtarët nuk mund të merrin me mend një test që do ta përcaktonte këtë. Sepse çdo test i mundshëm, çdo matje sjelljes, çdo analizë strukturës do të jepte të njëjtin rezultat për një vazhdim të vërtetë dhe për një kopje të përsosur. Dhe pastaj erdhi propozimi që tronditi botën. Në prill të vitit 2026, një konsorcium ndërkombëtar shkencëtarësh propozoi projektin Teleport njerëzor. Objektivi: të teleportojë një vullnetar njerëzor brenda 5 viteve. Buxheti i propozuar ishte $100 miliard, më shumë se projekti i genomit njerëzor dhe kolizionuesi i madh i hadroneve së bashku. Teknologjia do të kërkonte kompjuter kuantik miliona herë më të fuqishëm se çdo gjë që ekzistonte. Do të kërkonte burime energjie që aktualisht nuk ekzistonin. Do të kërkonte zgjidhjen e problemeve teknike që askush nuk e dinte se si t'i zgjidhte. Por pjesa më e vështirë nuk ishte teknike, ishte etike. Kush do të ishte vullnetari i parë? Si mund të jepte dikush pëlqimin e informuar për një procedurë që mund, ose nuk mund, ta vras atë dhe ta zëvendësojë me një kopje? Komitetet e etikës në të gjithë botën filluan të debatonin. Disa argumentuan se eksperimenti nuk duhej të lejohej kurrë, pavarësisht nga vullnetarët. Të tjerët argumentuan se nëse dikush e kuptonte plotësisht rrezikun dhe zgjidhte të vazhdonte, kush kishte të drejtë ta ndalonte. Profesoresha Maria Santos nga Universiteti i Sao Paulos propozoi një test të guximshëm. Kuote 17, tha ajo. Kuote 18. Kritikët e saj shpejt treguan gabimin. Edhe nëse personi nuk ishte i njëjtë, ai nuk do ta dinte kurrë. Kopja do të kishte të gjitha kujtimet e origjinalit, duke përfshirë kujtimin e teleportimit të parë. Ndërkohë në laboratorët e fshehtë, puna vazhdonte. Në maj të vitit 2026, burime të paverifikuara raportuan se Kina kishte teleportuar 1000 laboratori. Qeveria kineze as nuk e konfirmoi, as nuk e mohoi. Por në qershor një artikull shfaqej në një revistë shkencore kineze, duke përshkruar Miu i rikrijuar, sipas artikullit, kishte të gjitha kujtimet e tij të trajnuara. Ai mund të lundronte në të njëjtin labirint që kishte mësuar para teleportimit. Ai njihte të njëjtat aroma, ai kishte të njëjtat frikë të kushtzuara. Por ai ishte i njëjti mi. Shkencëtarët që e lexuan artikullin u ndan. Disa argumentuan se kjo provonte se teleportimi ruante identitetin. Nëse kujtimet dhe sjellja ishin identike,
çfarë tjetër mund të përbënte individ? Të tjerët argumentuan se kjo nuk provonte asgjë. Një kopje e përsosur do të silej saktësisht si origjinali, por kjo nuk do të thotë se origjinali nuk vdiq. Dhe pastaj dikush propozoi një eksperiment që i bëri të gjithë të ndalojnë. Çfarë do të ndodhte nëse nuk e shkatëronim origjinalin? Çfarë do të ndodhte nëse thjesht e kopjonim atë? Protokolli standard i teleportimit kuantik kërkon shkatërimin e origjinalit, sepse parimi i pasigurisë e bën të pamundur të skanosh diçka pa e ndryshuar atë. Por çfarë do të ndodhte nëse mund të krijonim një kopje të parafort, jo të përsosur në nivel kuantik, por mjaft të mirë për të ruajtur strukturën e përgjithshme, kujtimet, personalitetin? Atëherë do të kishim dy individ, origjinalin dhe kopjen, të dy të gjallë në të njëjtën kohë. Kjo ide e tmerrshme çoi në një propozim edhe më të tmerrshëm. Nëse mund të krijonim kopje, pse të ndalemi në një? Pse të mos krijonim 10 kopje, 1000? Çdo kopje do të kishte të njëjtat kujtime, të njëjtin personalitet. Çdo kopje do të mendonte se është personi origjinal. Por qartësisht, ata nuk mund të jenë të gjithë person. Pra, nëse asnjë prej tyre nuk është person, atëherë teleportimi standard, që krijon vetëm një kopje dhe shkatron origjinalin, gjithashtu nuk ruan identitetin. Është thjesht vrasje plus krijimi një kopje që nuk e di se është kopje. Në korrik të vitit 2026, Organizata Botërore e Shëndetësisë thirri një samit emergjent për të diskutuar rregullimin e teknologjisë së teleportimit. Përfaqësues nga 183 vende mblodheshin në Gjenevë. Debatet ishin të zjarta. Disa vende argumentuan për një ndalim të plot derisa pyetjet etike të zgjidheshin. Të tjerët argumentuan se kjo do të ishte e kotë. Teknologjia tashmë ekzistonte dhe ndalimi do të çonte vetëm në zhvillim të fshehtë dhe të pareguluar. Delegati amerikan, profesori James Wilson nga Universiteti i Harvardit, propozoi një kompromis. Kuote 43, tha ai, kuote 44. Propozimi shkaktoi një stuhi reagimesh. Kritikët pyetën: çfarë do të bënim me 2 kopjet pas periudhës së testimit? A do t'i mbajmë të dyja të gjalla? Atëherë nuk është teleportim, është klonizëm. A do të shkatërrojmë njërin? Atëherë kemi zgjedhur arbitrarisht se cila është e vërteta dhe kemi vrarë tjetrën. Dhe çfarë do të ndodhte nëse 2 kopjet fillonin të divergjonin, të kishin mendime të ndryshme, të bënin zgjedhje të ndryshme? Atëherë qartësisht ata do të ishin 2 persona të ndryshëm. Por nëse janë 2 persona të ndryshëm pas një jave, a nuk ishin gjithmonë 2 persona të ndryshëm edhe në momentin e krijimit? Ndërkohë, në laboratorët e universiteteve kryesore, një zbulim tjetër po ndoste që do ta bënte të gjithë debatin edhe më kompleks. Neuroskencistët kishin zbuluar se truri njerëzor nuk është një strukturë statike. Çdo sekond, miliona lidhje nervore formohen dhe prishen. Çdo natë kur fle, kujtimet e tua konsolidohen, disa forcohen, të tjera zbejnë. Në një kuptim të vërtet, ti nuk je saktësisht i njëjti person që ishe dje. Atomet në trupin tënd zvendësohen vazhdimisht. Çdo 7 deri në 10 vjet, pothuajse çdo atom në trupin tënd është zvendësuar me një të ri. Pra, nëse identiteti yt mund të mbijetojë zvendësimin gradual të çdo atomi gjatë një dekade, pse nuk mund të mbijetojë zvendësimin e menjëhershëm të të gjithë atomeve njëkohësisht? Disa filozofë argumentuan se kjo provonte se teleportimi ishte i sigurt. Nëse identiteti nuk varet nga atomet specifike, por nga modeli i tyre, atëherë rikrijoni i modelit ruan identitetin. Të tjerët argumentuan të kundërtën. Zvendësimi gradual është i ndryshëm nga zvendësimi i menjëhershëm, sepse në rastin e parë ka një vazhdimsi të ndërgjegjes, ndërsa në rastin e dytë ka një ndërprerje. Por çfarë është saktësisht vazhdimësia e ndërgjegjes? Kur fle, ndërgjegja jote ndërpritet. Kur zgjohet, a je i njëjti person? Shumica e njerëzve do të thonë po. Por çfarë do të ndodhte nëse gjatë gjumit dikush do të zvendësonte çdo atom në trupin tënd me një identik? Kur do të zgjoheshe, nuk do ta dije kur se diçka kishte ndodhur. A do të ishe ende ti? Ose çfarë do të ndodhte nëse zëvendësimi ndodhte gjatë një operacioni, kur je në anestezi? A do të bënte ndonjë dalim? Këto pyetje nuk ishin më abstrakte. Në gusht të vitit 2026, një kompani private në Kaliforni njoftoi se kishte ndërtuar një prototip të një makine teleportimi që mund të teleportonte objekte deri në 1 kilogram.
Ata nuk ishin teleportuar ende asgjë të gjallë, por teknologjia ishte aty. Dhe ata po kërkonin vullnetar për testime njerëzore brenda një viti. Bota ishte në prag të një revolucioni që do ta ndryshonte përgjithmonë kuptimin e identitetit, jetës dhe vdekjes. Por askush nuk e dinte nëse ky revolucion do të ishte një hap i madh përpara për njerëzimin apo fillimi i një epoke ku njerëzit do të vdisnin në rutinë dhe do të zëvendësoheshin me kopje që nuk do ta dinin kurrë se nuk ishin origjinalet. Në dhjetor të vitit 2026, kompania Neurotransit me seli në Palo Alto publikoi një dokument që ndryshoi natyrën e debatit. Ata nuk po pyesnin më nëse teleportimi ishte i mundur. Ata po pyesnin sa do të paguanit për të udhëtuar nga San Francisco në Tokyo në më pak se një orë. Dokumenti i tyre paraqiste një analizë ekonomike që ishte njëkohësisht mahnitse dhe e frikshme. Kostoja e një teleportimi të vetëm njerëzor me teknologjinë aktuale do të ishte rreth $5 milion. Por me prodhim masiv dhe përmirësime teknologjike, ata parashikonin se brenda 10 viteve kostoja mund të binte në $50.000, brenda 20 viteve në 5.000, brenda 30 viteve më pak se një bilet avioni klasi së parë. Imagjino botën që ata po përshkruanin. Jo më aeroporte, jo më fluturime 11 orëshe, jo më jet lag. Thjesht hyje në një dhomë në New York në mëngjes dhe dil në një dhomë në Sydney 15 minuta më vonë. Për bizneset kjo do të ishte revolucionare. Takimet mund të mbaheshin me pjesëmarrës fizik nga e gjithë bota. Për familjet do të thotë se mund të vizitosh prindrit e tu në anën tjetër të planetit për drek dhe të kthehesh në shtëpi për darkë. Për mjekësinë do të thotë se specialistët më të mirë në botë mund të jenë fizikisht pranë çdo pacienti brenda minutash. Por analiza ekonomike shkoi më thellë. Neurotransit kishte llogaritur se nëse vetëm 1% e udhëtimeve ndërkombëtare aktuale do të zëvendësoheshin me teleportim, industria do të vlente $3 trilion në vit. Kompanitë ajrore do të falimentonin, aeroportet do të mbylleshin, miliona vende pune do të zhduken, por miliona të tjera do të krijohen. Teknik teleportimi, operator stacionesh, specialist sigurie kuantike. Ekonomia globale do të ristrukturohej rreth kësaj teknologjie të vetme. Megjithatë, dokumenti i Neurotransit kishte një seksion që shumica e gazetarëve e injoruan, por që shkencëtarët e lecuan me frikë në rritje. Ai quhej protokolli i verifikimit të identitetit. Kompania pranonte hapur se nuk mund të provonte se teleportimi ruante identitetin. Por ata propozuan një zgjidhje pragmatike. Nëse personi i teleportuar ka të gjitha kujtimet, personalitetin dhe karakteristikat fizike të origjinalit, atëherë për të gjitha qëllimet praktike, ai është i njëjti person. Dhe nëse miliona njerëz do të përdornin teknologjinë dhe asnjë prej tyre nuk do të raportonte ndonjë ndjenjë të vdekjes ose zëvendësimit, atëherë shqetësimet filozofike do të ishin thjesht akademike. Kjo logjik pragmatike fitoi mbështetje të papritur. Profesori Chen Wei nga Universiteti i Pekingut, një nga kritikët më të zëshëm të hershëm të teleportimit, publikoi një ese që tronditi komunitetin filozofik. Ka menduar shumë për paradoksin e identitetit, shkroi ai, dhe kam arritur në një përfundim të pakëndshëm. Ne tashmë nuk e dim nëse identiteti ynë vazhdon nga një moment në tjetrin. Çdo natë kur fle, ndërgjegja jote ndalet. Kur zgjohet, çfarë prove ke se je i njëjti person? Vetëm kujtimet. Por kujtimet mund të jenë të rreme, të implantuara, të modifikuara. Në fakt, çdo herë që kujtojmë diçka, ne e rikonstruktojmë atë kujtim, dhe ai ndryshon pak. Pra nëse tashmë jetojmë në një botë ku identiteti është një iluzion i dobishëm, pse teleportimi do të ishte i ndryshëm? Ky argument, që u quajt kapitulimi i Chenit nga kritikët e tij, hapi dyert për një valë të re mendimi. Nëse identiteti është tashmë i paqëndrueshëm, nëse unë që ekziston tani është vetëm një vazhdim i supozuar i unë që ekzistonte dje, atëherë teleportimi thjesht bën eksplicite atë që tashmë është e vërtetë. Ne jemi modele informacioni, jo objekte të qëndrueshme. Dhe nëse modeli ruhet, identiteti ruhet, pavarësisht nëse atomet specifike zëvendësohen. Por jo të gjithu bindën. Në janar të vitit 2027, një grup filozofësh dhe neuroskencistësh formuan atë që e quajtën lëvizjen e vazhdimësisë. Argumenti i tyre ishte i thjesht, por i fuqishëm.
Ka një dalim thelbësor midis ndryshimit gradual dhe zëvendësimit të menjëhershëm. Kur fle, truri yt vazhdon të funksionojë. Valet e trurit ndryshojnë, por nuk ndalen kur plotësisht. Ka një vijë të pandërprerë të aktivitetit neural nga momenti kur linde deri në momentin kur vdes. Kjo vijë e pandërprerë është ajo që përbën identitetin tënd. Teleportimi e pret atë vijë, shkatëron trurin origjinal dhe krijon një të ri. Edhe nëse truri i ri është identik, vija është prerë. Personi origjinal ka vdekur. Për të ilustruar këtë, ata propozuan një eksperiment mendor që u bë i famshëm si paradoksi i teleportimit të ngadalt. Imagjino një version të teleportimit ku procesi zgjat një orë të plot. Gjatë asaj ore, trupi yt në domën A gradualisht zhduket, 1 atom në sekond, ndërsa trupi yt në domën B gradualisht shfaqet, 1 atom në sekond. Në çdo moment ka vetëm një trup që ekziston plotësisht. Kur gjysma e atomeve të tua janë në domën A dhe gjysma në domën B, ku je ti? A je në të dyja vendet njëkohësisht? Dhe kur atomi i fundit transferohet, a ka pasur një moment kur ti vdiqe? Tani imagjino një version edhe më të ngadalt, 1 atom në ditë. Do të zgjaste miliarda vite për të teleportuar një person, por në çdo ditë të vetme do të humbisje vetëm 1 atom. A do të vdisje kur atomi i parë transferohej? Sigurisht që jo. Humbja e një atomi të vetëm nuk të vret. A do të vdisje kur atomi i dytë transferohej? Përsëri, jo. Por në fund të procesit, çdo atom origjinal do të ishte zvendësuar. Pra, në cilën pikë saktësisht vdiqe? Ose nëse nuk vdiqe në asnjë pikë specifike, atëhere si mund të thuash se teleportimi i menjëhershëm të vret? Ky paradoks nuk ishte zgjidhje të qartë. Disa argumentuan se shpejtësia e zvendësimit ishte thelbësore. Zvendësimi gradual lejon trurin të përshtatet, të ruaj vazhdimsinë e ndërgjegjes, zvendësimi i menjëhershëm nuk e lejon këtë. Të tjerët argumentuan se nëse rezultati final është i njëjtë, të gjithë atomet e zvendësuara, atëherë shpejtësia nuk mund të bëjë dalim në identitet. Nëse identiteti mbijetoi zvendësimin gradual, ai duhet të mbijetojë edhe zvendësimin e menjëhershëm. Ndërkohë, zhvillimet teknologjike po përshpejtonin. Në shkurt të vitit 2027, një laborator në Japoni raportoi teleportimin e një peshku të vogël, një Danio rerio, i njohur si zebrafish. Peshku kishte një tru me rreth 100.000 neurone, shumë më kompleks se krimbi, por ende infinitezisht më i thjesht se truri njerëzor. Peshku i rikrijuar notonte normalisht, ai reagonte ndaj ushqimit, ai tregonte të njëjtat preferencat që kishte treguar para teleportimit. Po shkencëtarët vunë re diçka të çuditshme. Peshku dukej se kishte harruar një trajnim specifik që kishte marrë ditën para teleportimit. Kujtimet afatgjata ishin intakte, por kujtimet shumë të fundit dukej se ishin humbur. Kjo zbulim shkaktoi alarm. Nëse teleportimi mund të shkaktojë humbje të kujtimeve, atëherë personi i teleportuar nuk do të ishte plotësisht identik me origjinalin. Ekipi japonez investigoi më tej dhe zbuloi se problemi ishte në procesin e skanimit. Kujtimet afatshkurtra në tru ruhen nëpërmjet ndryshimeve të përkohshme në forcën e lidhjeve sinaptike, ndryshime që nuk janë ende konsoliduar në struktura të qëndrueshme. Procesi i skanimit, që duhej të leconte gjendjen e çdo atomi, disi ndërhynte në këto ndryshime të brishta. Ishte si të përpiqeshe të fotografojë një val në oqean. Akti i fotografimit ndryshon valën. Ata punuan për muaj për të zgjidhur këtë problem. Në maj raportuan sukses, një version i përmirësuar i procesit të skanimit që mund të leconte gjendjen e trurit pa shkatëruar kujtimet afatshkurtra. Por kjo solli një zbulim edhe më shqetësues. Për të ruajtur kujtimet afatshkurtra, procesi i skanimit duhet të ishte jashtëzakonisht i butë, aq i butë sa nuk mund të leconte çdo detaj të gjendjes kuantike të çdo atomi. Ai mund të leconte vetëm një parafrim. Peshku i rikrijuar ishte mjaft i mirë. Ai kishte të gjitha kujtimet, të gjithë personalitetin, por ai nuk ishte një kopje e përsosur në nivel kuantik, ishte një kopje e përafërt. Kjo ngre një pyetje të re. Sa e përsosur duhet të jetë kopja për të ruajtur identitetin? Nëse një kopje me saktësi 99% është mjaft e mirë, çfarë për 95%? 90%? Në cilën pikë kopja bëhet një person i ndryshëm? Dhe nëse pranojmë se një kopje e praafërt është mjaft e mirë, atëherë çfarë po themi për natyrën e identitetit? Apo themi se detajet e sakta kuantike nuk kanë rëndësi? Se identiteti është diçka më e përgjithshme, më e lartë se fizika kuantike?
Profesoresha Lisa Randall nga Universiteti i Harvardit propozoi një teori të guximshme. Ajo argumentoi se identiteti nuk është një pronë e atomeve individuale, por një pronë emergjente e sistemit në tërësi. Ashtu si ndërgjegja nuk ekziston në një neuron të vetëm, por lind nga ndërveprimet e miliarda neuroneve, identiteti nuk ekziston në një atom të vetëm, por lind nga modeli i përgjithshëm. Dhe nëse modeli ruhet, edhe nëse detajet e sakta kuantike ndryshojnë pak, identiteti ruhet. Kjo teori fitoi mbështetje nga një burim i papritur, studimi i pacientëve me Alzheimer. Këta pacient humbasin gradualisht kujtimet e tyre, personalitetin e tyre, vetë ndjenjën e identitetit. Megjithatë, askush nuk argumenton se ata vdesin dhe zëvendësohen me persona të rinj. Ata janë ende të njëjtët individ, edhe pse identiteti i tyre ka ndryshuar dramatikisht. Kjo sugjeronte se identiteti është më fleksibël, më i paqëndrueshëm se sa mendonim. Dhe nëse identiteti mund të mbijetojë ndryshime kaq dramatike në trurin e gjallë, pse nuk mund të mbijetojë rikrijoni e trurit? Por kritikët ishin të shpejtë për të përgjigjur. Pacienti me Alzheimer ka një vijë të pandërprerë të ekzistencës, nga shëndeti në sëmundje. Ka një vazhdimsi. Teleportimi nuk ka vazhdimsi. Ka një ndërprerje absolute, një moment kur personi origjinal pushon se ekzistuari dhe një person i ri fillon. Kjo ndërprerje, argumentuan ata, është ajo që e bën teleportimin vdekje, pavarësisht se sa e përsosur është kopja. Në qershor të vitit 2027, debati mori një kthes dramatike kur një vullnetar u paraqit publikisht. Emri i saj ishte Dr. Sarah Mitchell, një neuroskenstiste 50 vjeçare nga Universiteti i Cambridge-it. Ajo kishte një tumor cerebral inoperabil. Mjekët i kishin dhënë 6 muaj për të jetuar, dhe ajo ofroi veten si subjekti i parë njerëzor për teleportim. U ndërkori 40, tha ajo në një konferencë për shtyp që u transmetua në të gjithë botën. Logjika e saj ishte e pamohueshme, por ajo ngriti pyetje të reja. A mund të jepte dikush shpëlqim të vlefshëm për një procedurë kur ishte nën presionin e vdekjes së pashmangshme? A ishte etike të eksperimentosh në dikë që ishte aq i dëshpëruar? Dhe çfarë do të ndodhte nëse eksperimenti dështonte? Nëse procesi i teleportimit e vriste atë pa krijuar një kopje të suksesshme? Atëherë do të kishim përshpejtuar vdekjen e saj pas një përfitim. Komitetet e etikës në të gjithë botën u mblodhen për të debatuar rastin e doktorit Mitchell. Disa argumentuan se duhej lejuar. Ajo ishte një shkencëtare e kualifikuar që e kuptonte plotësisht rrezikun, dhe ajo po vdiste gjithsesi. Të tjerët argumentuan se duhej ndaluar. Eksperimenti do të vendoste një precedent të rrezikshëm, duke hapur rrugën për shfrytëzimin e njerëzve të dëshpëruar. Dhe të tjerët argumentuan për një rrugë të mesme. Lejoje eksperimentin, por vetëm nëse ajo jetonte mjaft gjatë për të parë rezultatet dhe për të konfirmuar se kopja ishte vërtet ajo. Por kjo zgjidhje kompromisi kishte një problem të dukshëm. Si mund të konfirmonte Dr. Mitchell se kopja ishte ajo? Çdo test që mund të imagjinonte, pyetje për kujtime, teste personaliteti, skanime të trurit, do të jete të njëjtin rezultat nëse kopja ishte vërtet ajo, ose nëse ishte thjesht një kopje e përsosur që mendonte se ishte ajo. Nuk ishte asnjë test të mundshëm që mund të dalonte midis vazhdimit të vërtet të identitetit dhe iluzionit të përsosur të vazhdimit. Ndërkohë, kompania Neurotransit kishte ndërtuar stacionin e parë të plot të teleportimit në një kompleks të fshehtë në shkretirën e Nevadës. Makina ishte e madhe sa një ndërtesë 3-katëse. Ajo kërkonte një reaktor bërtamor të vogël për të siguruar energjinë e nevojshme, dhe ajo përmban kompjuterët kuantik më të avancuar që ishin ndërtuar ndonjëherë, makina që mund të ruanin dhe përpunonin informacion për miliarda atome njëkohësisht. Në Korik, Neurotransit njoftoi se ishin gati për testin e parë njerëzor, por ata nuk po prisnin për Dr. Mitchell. Ata kishin gjetur një vullnetar tjetër, një burr 30 vjeç me emrin Marcus Chen, një inxhinier softwaresh nga Siliconit Valley, që nuk ishte asnjë sëmundje terminale. Ai thjesht besonte se teleportimi ishte i sigurt dhe donte të ishte i pari që e provonte. Kur lajmi u bë publik, reagimi ishte i menjëhershëm dhe i donshëm. Grupe aktivistësh protestuan jashtë selisë së Neurotransit. Organizata fetare e dënuan eksperimentin si qeveria amerikane lëshoi një urdhër gjyqësor që ndalonte eksperimentin derisa një komision federal të shqyrtonte sigurinë dhe etikën.
por Neurotransit argumentoi se kompleksi i tyre ishte në tokë private dhe se nuk po shkelnim asnjë ligj ekzistues, sepse nuk kishte ligje që rregulonin teleportimin. Rasti shkoi në gjykat. Për 3 muaj avokatët debatuan. A kishte e drejtë qeveria të ndalonte një eksperiment shkencor në tokë private midis vullnetarëve të rritur? A ishte teleportimi një formë vetvrasjes? Dhe nëse po, a kishte e drejtë shteti ta ndalonte atë? A ishte krijimi i një kopje njerëzore një formë klonizimit? Dhe nëse po, a e ndalonte ligji ekzistues kundër klonizimit njerëzor këtë? Në tetor të vitit 2027, gjykata vendosi. Në një vendim 5-4, ajo vendosi se Neurotransit mund të vazhdonte me eksperimentin, por me kushte strikte. Vullnetari duhet të kalonte një vlerësim psikologjik të plot për të konfirmuar se e kuptonte rrezikun. Procesi duhet të monitorohej nga një komision i pavarur shkencëtarësh. Dhe, në kushtin më kontrovers, origjinali nuk duhet të shkatërohej menjëherë. Në vend të kësaj, të 2 versionet, origjinali dhe kopja, duhet të mbaheshin të gjallë për të paktën 24 orë për të lejuar krahasim. Ky kusht i fundit shkaktoi debat të ri. Nëse të 2 versionet mbaheshin të gjallë, atëherë qartësisht ata do të ishin 2 persona të ndryshëm. Dhe nëse ishin 2 persona të ndryshëm pas 24 orësh, a nuk ishin gjithmonë 2 persona të ndryshëm edhe në momentin e krijimit? Dhe çfarë do të ndodhte pas 24 orëve? A do të shkatërohej origjinali atëherë? A nuk do të ishte kjo vrasje? Markus Chen, vullnetari, u pyet se çfarë mendonte për këtë. Përgjigjja e tij ishte e thjeshtë dhe e frikshme. Quote 14 thaj. Quote 14. Por a ishte mjaft? Imagjino të ishe Markus origjinal, duke ditur se pas 24 orësh ti do të shkatëroheshe, ndërsa kopja jote do të vazhdonte të jetonte. A do të ngushëloheshe nga fakti se kopja do të kishte kujtimet e tua? Apo do të ndihe tmerr duke ditur se ti specifik, me këtë vi specifike të pandërprerë të ndërgjegjes, po vdisje, ndërsa dikush tjetër që thjesht mendonte se ishte ti, do të merrte jetën tënde? Kjo pyetje nuk ishte më teorike. Në nëntor të vitit 2027, Markus Chen hyri në dhomën A të kompleksit të Neurotransit. Dhjetra kamera transmetonin çdo moment. Miliarda njerëz në të gjithë botën po shikonin. Ai u shtrua në një platformë që dukej si një shtrat spitali, i rrethuar nga makina që shkëlqenin me drita blu. Një zë i qetë nga altoparlantët filloi të numëronte. Dhe pastaj, për 17 orë 23 minuta, bota mbajt frymën. Në dhomën A, trupi i Markusit u bë gradualisht i padukshëm, jo sepse po zhdukte, por sepse po mbulohej nga një re e hollë e grincave që po eskononin atë në nivel atomik. Në dhomën B, 100 metra larg, një trup tjetër po shfaqej gradualisht, atom pas atomi, qelis pas qelis, duke u ndërtuar nga një rezerve atomeve të pastra sipas planit të sakt që po transmetohej nga dhoma A. Në orën e 17, procesi përfundoi. Në dhomën A, trupi origjinal i Markusit qëndronte ende në platformë, i plot, i paprekur në pamje. Por çdo atom i tij kishte qenë i skanuar. Çdo gjendje kuantike e tij ishte lehtësuar. Në dhomën B, një trup tjetër, identik në çdo mënyrë të matshme, hapi syt. Quote thaj: ai pa përreth, duk parë dhomën B për herë të parë. Shkencëtarët konfirmuan, ai ishte në dhomën B. Teleportimi kishte qenë i suksesshëm. Por pastaj ata i thanë atij diçka që e bëri të ngrinte. Për një moment, Markus në dhomën B nuk tha asgjë. Pastaj, me një zë që dridhej lehth, ai pyeti. Kjo ishte momenti që do të ndryshonte gjithçka, sepse tani, për herë të parë në histori, kishte 2 njerëz që të dy mendonin se ishin i njëjti person, dhe njëri prej tyre, por cili, do të duhej të vdiste. Në dhomën e monitorimit, ekrani u nda në 2. Në të majt, Markus në dhomën A, në të djathtë, Markus në dhomën B. Të dy kishin të njëjtën shprehje në fytyrë, një përzierje konfuzioni, frike dhe diçka që dukej si kurreshtje e tmerrshme. Shkencëtarët vendosën të bënin atë që askush nuk ishte imagjinuar se do të ishte e nevojshme. Ata i lidhën të 2 Markuset me video. Për herë të parë në histori, një person po shikonte veten, jo në pasqyrë, jo në fotografi, por si një individ tjetër plotësisht i pavarur. Quote 51, tha Markus në dhomën A, zëri i tij pothuajse një pëshpëritje.
Quote 52 u përgjigj Markus në dhomën B. Sara ishte e fejuara e tij. Ajo ishte në dhomën e monitorimit duke parë këtë sken me lot që i rëshqisnin në faqe. Quote 55, tha Markus në dhomën B. Quote 56. Kjo shkëmbim i thjesht zbuloi thëlbinë e problemit. Të dy kishin të njëjtat kujtime, të dy ndjenin të njëjtat emocione, të dy mendonin se ishin Markus Chen i vërtet. Por tashmë, pas vetëm 5 minutash të ekzistencës së veçantë, ata po fillonin të divergjonin. Markus në dhomën A kishte përjetuar 5 minuta duke pritur në platformë, duke u pyetur çfarë kishte ndodhur. Markus në dhomën B kishte përjetuar 5 minuta duke u zgjuar në një vend të ri, duke mësuar se origjinali ishte ende gjallë. Këto ishin përvojat e para që nuk i ndanin, dhe me çdo sekond që kalonte, ata po bëheshin më shumë dy persona të ndryshëm. Dr. Elizabeth Okonkwo, psikologjia kryesore e projektit, filloi seancën e parë të testimit. Ajo u bëri të dy Markusve një seri pyetjesh identike. Të dy përshkruan të njëjtën sken, një ditë plazhi kur ishin 4 vjeç, duke ndërtuar një kështjellë rëre me babain e tyre. Të dy thanë të njëjtën gjë, omlet me kërpudha dhe një filshan kafe të zezë. Këtu përgjigjet filluan të divergjonin. Markus në dhomën A tha, Markus në dhomën B tha. Dr. Okonkwo vazhdoi me teste më komplekse. Ajo u tregoi të dy Markusve një seri fotografish dhe u kërkoi t'i identifikonin ato. Të dy identifikuan të njëjtat fotografi me të njëjtën shpejtësi. Ajo u dha atyre probleme matematikore. Të dy i zgjidhen ato në të njëjtën mënyrë. Ajo u luajti muzikë dhe u kërkoi të përshkruanin se si i bënte të ndiheshin. Përgjigjet ishin pothuajse identike. Në çdo test objektiv, të dy Markuset ishin të pandashëm. Por pastaj ajo bëri diçka që nuk ishte në protokoll. Ajo u tha të dy Markuseve: njëri prej jush do të duhet të vdes nesër. Nëse do të mund të zgjidhni, cili do të duhet ishte? Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Markus në dhomën A foli i pari. Unë jam origjinali, unë kam të drejtë të jetoj, ai është kopja. Jo, tha Markus në dhomën B, zëri i tij duke u ngritur. Nuk ka origjinal dhe kopje. Ne jemi të dy të vërtet. Ne jemi të dy Markus Chen. Dhe nëse dikush duhet të vdes, duhet të jetë ai që ka jetuar më gjatë. Ti. Kam jetuar më gjatë me vetëm 17 orë, tha Markus në dhomën A. Dhe ato orë ishin tmerr, duke ditur se po më zëvendësojnë. Por unë nuk të zëvendësova, tha Markus në dhomën B. Unë jam një person i ri që fillon të jetoj. Pse duhet të vdes sepse ti ekzistove para meje? Kjo debat midis dy njerëzve që kishin të njëjtat kujtime, të njëjtin ADN, të njëjtin gjithçka përveç 15 minutave të përvojës së veçantë, ishte më e tmerrshme se çdo eksperiment mendor filozofik. Sepse tani nuk ishte abstrakte. Ishin dy njerëz të vërtet, secili duke luftuar për të drejtën për të jetuar. Sara e fejuara u kërkua të fliste me të dy. Ajo hyri në dhomën A së pari. Markus origjinale përqafoi atë duke qarë. Unë jam ende këtu, tha ai. Unë nuk vdiqa. Teleportimi nuk funksionoi siç mendonim. E di, tha Sara, zëri i saj i thyer. Por ka një version tjetër i tyt që gjithashtu mendon se është ti, dhe ai gjithashtu më do. Dhe unë nuk e di se çfarë të ndjej. Pastaj ajo shkoi në dhomën B. Markus atje gjithashtu e përqafoi atë. Unë jam këtu, tha ai. Teleportimi funksionoi. Unë jam në dhomën B, saktësisht siç planifikuam. Por Markus origjinal është ende në dhomën A, tha Sara, dhe ai gjithashtu mendon se është ti. Si mund të jenë të dy ju? Nuk e di, tha Markus në dhomën B, por e di se të dua, dhe e di se dua të vazhdoj të jetoj me ty. Sara doli nga dhoma B duke qarë. Gazetarët e pyetën më vonë se cilin Markus ajo konsideronte të vërtet. Përgjigja e saj bëri jehon në të gjithë botën. Të dy janë të vërtet, të dy janë Markus. Dhe kjo është arsyeja pse kjo teknologji është e tmeshme, sepse tani duhet të zgjedh se cilin Markus do të jetoj dhe cilin do të vdes. Dhe çfarëdo që të zgjedh, do të jem vrasëse e njërit prej tyre. Ndërkohë bota po shpërthente me reagjime. Grupet fetare organizuan protesta masive. Kjo është prova se teleportimi është vrasje, thonin ata. Nëse mund të ketë dy, atëherë qartësisht kopja nuk është origjinali, dhe shkatërimi i originalit është vrasje. Por mbështetësit e teleportimit argumentuan të kundërtën.
Fakti se mund të ketë dy nuk provon asgjë, thonin ata. Në teleportimin normal, origjinali shkatërohet menjëherë, nuk ka kur dy. Problemi këtu është se gjykata detyroi neurotransitin të mbajë origjinalin gjallë. Filozofët ishin të ndarë. Disa argumentuan se eksperimenti kishte provuar se teleportimi ishte vrasje. Nëse dy markuset ishin persona të ndryshëm, atëherë edhe në teleportimin normal, kopja do të ishte një person i ndryshëm nga origjinali. Të tjerët argumentuan se eksperimenti nuk ishte provuar asgjë. Fakti se dy markuset divergjonin pas krijimit nuk do të thotë se ata ishin persona të ndryshëm në momentin e krijimit. Ata ishin i njëjti person që u nda në dy vija të ndryshme të ekzistencës. Por debati më jashpër ishte për atë që do të ndodhte pas 24 orëve. Gjykata kishte urdhëruar se origjinali nuk duhej të shkatërohej menjëherë, por nuk ishte specifikuar se çfarë do të ndodhte pas periudhës së testimit. Neurotransit argumentoi se origjinali duhej të shkatërohej. Kjo ishte pjesë e protokollit të teleportimit. Por avokatët e të drejtave të njeriut argumentuan se kjo do të ishte vrasje. Markus origjinali ishte një person i gjallë me të drejtë për të jetuar. Në orën e 24 u mbajt një seancë gjyqësore emergjente. Gjykatësi pyeti të dy markuset se çfarë mendonin se duhej të ndodhte. Markus në domën A tha: "Unë dua të jetoj. Unë jam personi që hyri në këtë eksperiment. Unë kam të drejtë të vazhdoj jetën time." Markus në domën B tha: "Unë gjithashtu dua të jetoj. Unë jam po aq i vërtet sa ai. Pse jeta e tij vlen më shumë se jeta ime?" Gjykatësi u përball me një vendim që asnjë gjykatës nuk e kishte marrë kurrë. Si mund të vendoste se cili nga dy njerëzit identik kishte më shumë të drejtë për të jetuar? Ai nuk mund. Në vend të kësaj, ai vendosi se të dy markuset do të mbaheshin të gjallë. Ata do të ishin dy individ ligjërisht të veçantë, secili me të drejtat e veta. Ky vendim shkaktoi kaos. Nëse të dy markuset ishin persona ligjërisht të veçantë, atëherë cili ishte i martuar me Sara? Cili zotëronte shtëpinë e Markusit? Cili kishte të drejtë për llogaritë bankare të tij? Cili ishte pronari ligjor i kompanisë së tij? Sistemi ligjor nuk kishte asnjë precedent për këtë situatë, por problemet praktike ishin vetëm fillimi. Çështja më e thellë ishte filozofike. Nëse të dy markuset ishin persona të veçantë, atëherë teleportimi standard, që shkatron origjinalin, ishte qartësisht vrasje. Por nëse ishin i njëjti person në dy trupa, atëherë çfarë do të thotë kjo për natyrën e identitetit? A mund një person të ekzistojë në dy vende njëkohësisht? Doktor Thomas Nagel, filozofi i famshëm, publikoi një esej që u bë menjëherë virale. Eksperimenti i Markus Chen, shkroi ai, ka zbuluar një të vërtetë të pakëndshme. Identiteti nuk është një pronë objektive që mund të matet. Është një konstrukt subjektiv që ekziston vetëm nga perspektiva e personit. Nga perspektiva e Markusit në domën A, ai është Markus i vërtet, vetjetri është një kopje. Nga perspektiva e Markusit në domën B, ai është Markus i vërtet, vetjetri është origjinali që duhej të ishte shkatëruar. Të dy perspektivat janë po aq të vlefshme, dhe kjo do të thotë se pyetja cili është Markus i vërtet nuk ka përgjigje objektive. Kjo konkluzion ishte e tmerrshme për shkencën. Shkenca bazohet në realitetin objektiv, në faktin se ka një të vërtet që ekziston pavarësisht nga perspektiva jonë. Por nëse identiteti është subjektiv, nëse nuk ka një përgjigje objektive për pyetjen se cili Markus është i vërteti, atëherë teleportimi nuk është një problem shkencor, është një problem filozofik që shkenca nuk mund ta zgjidhë. Ndërkohë, dy Markuset po jetonin jetë të veçanta. Markus në domën A, le ta quajmë Markus A, vendosi të qëndrojë në kompleksin e neurotransit. Ai nuk donte të dalë në botë, të përballej me njerëzit që do ta shikonin si një kuriozitet. Markus në domën B, Markus B, vendosi të kthehet në jetën e tij normale. Ai shkoi në shtëpinë që kishte ndarë me Sara. Por Sara nuk e dinte se çfarë të bënte. Ajo e donte Markusin, por cilin Markus? Ata ishin identik, por tashmë po bëheshin të ndryshëm. Pas një jave, ndryshimet ishin të dukshme. Markus A, i izoluar në kompleks, kishte bërë i depresionuar. Ai kalonte orë duke parë lajmet për veten e tij, artikuj që debatuan nëse ai duhej të lejohej të jetonte, komente që e canin origjinalin e panevojshëm. Markus B, duke jetuar jetën normale, po përpiqej të vazhdonte sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Por ai nuk mund.
Çdo herë që shikonte në pasqyrë, ai mendonte për Markus A. Çdo herë që flinte me Sara, ai pyeste veten nëse ajo po mendonte për tjetrin. Pas 2 javësh, Sara mori një vendim që tronditi të dy Markuset. Ajo nuk mund të zgjidhte midis tyre, prandaj ajo i la të dy. Unë u fejova me një person, tha ajo. Tani ka 2, dhe unë nuk mund të jem me të dy, prandaj nuk mund të jem me asnjërin. Ky vendim theu Markus B. Ai filloi të shfaqte shenja depresioni. Ai ndaloi së shkuari në punë, ai ndaloi së takuari miqt. Ai kalonte ditët duke parë video të vetes, të Markusit origjinal, para teleportimit, duke u përpjekur të kuptonte nëse ai ishte ende ai person. Markus A, nga ana tjetër, filloi të pranonte realitetin e tij të ri. Unë nuk jam më Markus Chen që hyri në domën A, tha ai në një intervistë. Ai person vdiq në momentin kur u krijua Markus B. Unë jam diçka e re, një person që lindi nga eksperimenti më i çuditshëm në histori, dhe duhet të gjej një mënyrë për të jetuar me këtë. Kjo deklaratë shkaktoi një debat të ri. Nëse Markus A pranonte se nuk ishte më personi origjinal, atëhera nuk o pranonte se teleportimi kishte vrar atë person. Dhe nëse po, atëherë çfarë ishte Markus B? A ishte ai një vazhdim i personit origjinal, apo një person i ri që kishte trashëguar kujtimet e dikujt tjetër? Profesoresha Chen Wei, filozofi që kishte argumentuar për kapitulimin, publikoi një ese të dytë. Eksperimenti i Markus Chen, shkroi ai, ka provuar se identiteti nuk është një gjë që mund të teleportohet. Kur krijojmë një kopje të përsosur të një personi, ne nuk transferojmë identitetin e tij. Ne krijojmë një identitet të ri që mendon se është identiteti i vjetër. Dhe kjo do të thotë se teleportimi standard, që shkatëron origjinalin, është vrasje. Kopja do të jetojë, por personi origjinal do të vdes. Kjo konkluzion ishte shkatëruese për industrinë e teleportimit. Neurotransit humbi 90% të vlerës së tregut brenda një jave. Investitorët tërhoqën financimin. Qeverit filluan të hartonin ligje që ndalojnë teleportimin njerëzor. Ëndra e udhëtimit të menjëhershëm në të gjithë planetin dukej se po vdiste. Por pastaj ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Markus B, i thyer nga humbja e Sara dhe nga kriza e identitetit, mori një vendim të çmendur. Ai kontaktoi Neurotransit dhe u ofrua të teleportohej përsëri. Nëse unë jam vetëm një kopje, tha ai, atëherë çfarë kam për të humbur? Le të shohim nëse mund të teleportohem përsëri. Dhe nëse mund, atëherë le të shohim nëse Markus i ri do të jetë ende unë. Neurotransit fillimisht refuzoi, por Markus B insistoi. Ai argumentoi se kishte të drejtë të bënte me trupin e tij çfarë të donte, dhe nëse donte të teleportohej përsëri, kush kishte të drejtë ta ndalonte? Pas një muaji debatesh ligjore, gjykata vendosi se Markus B kishte të drejtë. Ai ishte një person i rritur me kapacitet të plot mendor. Nëse donte të teleportohej, ai mund. Por kësaj here nuk do të kishte periudhë testimi. Origjinali, Markus B, do të shkatërohej menjëherë, siç ishte protokolli standard. Në dhjetor të vitit 2027, Markus B hyri në domën A për herë të dytë. Kësaj here nuk kishte frikë në fytyrën e tij. Kishte vetëm një qetësi e çuditshme. Nëse unë vazhdoj të ekzistoj në domën B, tha ai, atëherë teleportimi funksionon, dhe nëse nuk vazhdoj, nëse vdes dhe një kopje e re krijohet, atëherë të paktën nuk do ta di kurrë. Procesi filloi. 17 orë më vonë, një Markus i ri hapi sytë në domën B. Unë jam Markus Chen, tha ai, dhe kjo është hera e dytë që teleportohem, dhe ndihem saktësisht si më parë. Por a ishte ai i njëjti Markus që hyri në domën A? Apo ishte një kopje e një kopje, një person i ri që kishte trashëguar kujtimet e dy teleportimeve, por që nuk kishte asnjë lidhje të vërtet me Markusin origjinal që kishte hyrë në eksperimentin e parë 6 muaj më parë? Kjo pyetje nuk ishte përgjigje, dhe ndoshta kjo ishte pikërisht pika. Ndoshta identiteti nuk është diçka që mund të ruhet ose të humbas. Ndoshta është diçka që krijohet vazhdimisht, çdo moment, nga ndërveprimet e miliarda neuroneve në trurin ton. Dhe nëse është kështu, atëherë pyetja nëse teleportimi ruan identitetin është e gabuar. Pyetja e vërtetë është, a ka rëndësi? Për Markusin e ri, le ta quajmë Markus C, përgjigjja ishte jo. Unë dihem si unë, tha ai. Unë kam kujtimet e mia, unë kam planet e mia, unë kam dashurit e mia. Nëse dikush tjetër me të njëjtat kujtime vdiq që unë të lindja, unë nuk e di.
Dhe sinqerisht nuk më intereson, sepse unë jam këtu, unë jam i gjallë, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Kjo qëndrim pragmatik filloi të përhapet. Njerëzit filluan të argumentojnë se debati filozofik ishte i kotë. Nëse kopja nuk mund të dalojë nga origjinali, nëse ajo ka të gjitha kujtimet dhe personalitetin, atëherë për të gjitha qëlimet praktike, ajo është i njëjti person. Dhe nëse miliona njerëz do të teleportoheshin dhe asnjë prej tyre nuk do të raportonte ndonjë ndjenjë të vdekjes, atëherë shqetësimet filozofike do të ishin thjesht frikë iracionale. Por jo të gjithë u bindën. Marcus A, ende gjallë në kompleksin e Neurotransit, dha një intervistë që bëri jehon në të gjithë botën. Unë jam prova e gjallë, tha ai, se teleportimi nuk ruan identitetin. Unë jam Marcus original. Unë hyra në domën A me shpresën se do të zgjoheja në domën B, por nuk u zgjova atje. Unë qëndrova këtu. Dhe një kopje e meje u zgjua atje duke menduar se ishte unë. Dhe tani ka një kopje e kopjes, gjithashtu duke menduar se është unë. Por unë i vërteti, me vijen e pandërprerë të ndërgjegjes që fillon nga lindja ime, jam ende këtu. Dhe kjo provon se teleportimi është vrasje. Çdo person që teleportohet vdes, dhe një kopje merr vendin e tij. Kjo dëshmi nga Marcus A ishte e fuqishme, sepse ai nuk ishte një filozof abstrakt. Ai ishte një person i vërtet që kishte jetuar përvojën. Ai kishte hyrë në makinën e teleportimit duke menduar se do të zgjohej në anën tjetër, por nuk u zgjua atje. Ai qëndroi në anën e tij. Dhe kjo përvojë të qenit lënë pas ndërsa një kopje vazhdon, ishte ajo që asnjë test shkencor nuk mund ta kapin. Debati vazhdoi për muaj. Disa vende ndaluan teleportimin njerëzor plotësisht, të tjera i lejuan atë, por me kufizime strikte. Dhe disa, kryesisht në Azi, filluan të ndërtojnë stacione teleportimi komerciale, duke argumentuar se njerëzit kishin të drejtë të zgjedhin vetë nëse donin të merrnin në rrezikun. Në mars të vitit 2028, stacioni i parë komercial i teleportimit u hap në Shangaj. Kostoja ishte $100,000 për një teleportim. Dhe pavarësisht nga çmimi i lartë dhe debatet etike, kishte një listë pritjeje prej 5.000 njerëzish. Shumica ishin njerëz të pasur që donin të ustonin shpejt, por disa ishin njerëz të sëmur që shikonin teleportimin si një formë të rilindjes, një mënyrë për të rifiluar me një trup të ri identik. Teleportimi i parë komercial u transmetua në të gjithë botën. Klienti ishte një grua 50 vjeçare me emrin Li Mei, një ekzekutive e një kompanie teknologjike. Ajo hyri në domën A në Shangaj në mëngjes. 7B vjetor më vonë, ajo doli nga doma B në Tokyo. Ishte si të flesh, tha ajo. Hyra në Shangaj, mbyll syt dhe hapa ato në Tokyo. As një dhimbje, as një frikë, thjesht një kalim i menjërshëm. Por a ishte ajo vërtet Li Mei që hyri në Shangaj? Apo ishte një kopje që kishte trashëguar kujtimet e saj? Kjo pyetje nuk ishte përgjigje, dhe ndoshta kjo ishte pikërisht pika. Ndoshta disa pyetje nuk kanë përgjigje, ndoshta disa mistere janë thelbësore për ekzistencën njerëzore. Në muajt që pasuan, mijëra njerëz u teleportuan, dhe asnjë prej tyre nuk raportojnë ndonjë ndjenjë të vdekjes ose zëvendësimit. Për ta, teleportimi ishte thjesht një formë e re udhëtimi, më e shpejtë, më e përshtatshme dhe jo më e frikshme se fluturimi me avion. Frika filozofike filloi të zbehej. Njerëzit filluan të pranojnë se edhe nëse teleportimi ishte teknologjikisht vrasje dhe krijimi një kopje, kjo nuk ishte rëndësi nëse kopja nuk e dinte. Por Marcus A nuk haroi. Ai vazhdoi të jetonte në kompleksin e Neurotransit, një kujtesë gjallë e asaj që teleportimi vërtet ishte. Ai dha intervista, ai shkroi një libër. Ai u bëzëri i atyre që besonin se teleportimi ishte një teknologji e tmerrshme që po normalizohej shumë shpejt. Çdo person që teleportohet, shkroi ai, bën të njëjtin gabim që bëra unë. Ata mendojnë se do të jenë ata që do të zgjohen në anën tjetër, por nuk do të jenë. Ata do të vdesin, dhe një kopje do të zgjohet duke menduar se është ata. Dhe kopja nuk do ta di kur se personi origjinal vdiq, sepse si mund ta di? Ajo ka të gjitha kujtimet e personit origjinal, duke përfshirë kujtimin e hyrjes në makinën e teleportimit. Për të, teleportimi funksionoi, por për personin origjinal, për atë vit të pandërprerë të ndërgjegjes që filloi me lindjen dhe duhej të vazhdonte deri në vdekjen natyrale, teleportimi ishte fundi. Kjo paralajmërim nga Marcus a bëri që disa njerëz të rishikonin,
por shumica e injoruan, sepse tundimi ishte shumë i madh. Mundësia për të udhëtuar në çdo vend në botë brenda orëve, mundësia për të parë të dashurit që jetonin larg, mundësia për të marrë pjesë në takime, konferenca, ngjarje në anën tjetër të planetit pa humbur ditë në udhëtim. Dhe kështu teleportimi u bë normal. Brenda 5 viteve kostoi ara në $10.000, brenda 10 viteve në 1.000, brenda 15 viteve në 100. Stacionet e teleportimit u hapën në çdo qytet të madh. Miliona njerëz teleportoheshin çdo ditë dhe askush nuk fliste më për paradoksin e identitetit. Ishte bërë thjesht një mënyrë e jetës. Por Markus A nuk harroi kurrë. Deri në ditën e vdekjes së tij në moshën 85 në vitin 2062, ai vazhdoi të paralajmëronte. Unë jam prova, thoshte ai, se çdo person që teleportohet vdes. Unë jam Markus Chen, që hyri në makinën e teleportimit në vitin 2027, dhe unë nuk u zgjova kurrë në anën tjetër. Unë qëndrova këtu. Dhe kjo do të thotë se çdo Markus që erdhi pas meje, Markus B, Markus C dhe të gjithë të tjerët që mund të kenë ekzistuar, ishin kopje. Ata nuk ishin unë. Dhe çdo person që teleportohet sot po bën të njëjtin gabim. Ata po vdesin. Dhe kopjet e tyre po jetojnë duke mos ditur kurrë se originalet vdiqën. Kjo ishte trashëdimia e Markus A, një paralajmërim që bota zgjodhi të injoronte, sepse ndonjëherë komoditeti është më i rëndësishëm se e vërteta. Dhe ndonjëherë iluzionet janë më të lehta për të jetuar se realiteti. Në vitin 2033, 6 vjet pas vdekjes së Markus A, një zbulim i ri shkencor tronditi themelet e asaj që mendonim se dinim për teleportimin. Një ekip neuroskencistësh nga Instituti i Teknologjisë i Cirihut publikoi një studim që kishte zgjatur 1 dekadë të plot. Ata kishin skanuar trurët e 100 vullnetarëve para dhe pas teleportimit. Jo vetëm strukturën fizike, por aktivitetin neural në kohë reale, modelet e valve të trurit, madje edhe fluktuacionet kuantike në nivel sinaptik. Dhe ata kishin zbuluar diçka që askush nuk e kishte pritur. Kishte një model. Një nënshkrim i vogël, pothuajse i padukshëm, në aktivitetin neural të çdo personi të teleportuar. Një ndryshim i vogël në mënyrën se si neuronet të caktuara në korteksin prefrontal, zona e trurit që lidhet me vetdijen e vetes, shkarkoheshin pas teleportimit. Ndryshimi ishte aq i vogël sa nuk ndikonte në asnjë funksion të matshëm. Kujtimet ishin intakte, personaliteti ishte i pandryshuar. Por modeli ishte atje, i qëndrueshëm në çdo person të teleportuar, pyeti Dr. Andreas Weber, kryesuesi i studimit në konferencën për shtyp. Kjo deklaratë shkaktoi panik. Nëse diçka humbte gjatë teleportimit, çfarë ishte ajo? A ishte vetëm një detaj i parëndësishëm fizik, apo ishte diçka më e thellë, një aspekt i ndërgjegjes që shkenca nuk e kishte matur kurrë? Profesoresha Yuki Tanaka nga Universiteti i Tokios propozoi një teori të guximshme dhe të frikshme. Quote, 1, 2, 1, tha ajo. Kjo ide nuk ishte e re. Filozofë kishin argumentuar për shekuj se ndërgjegja kishte një cilësi subjektive që nuk mund të reduktohet në fizik. Por tani, për herë të parë, kishte prova empirike, të dobta, të paqarta, por reale, se diçka ndryshonte gjatë teleportimit. Diçka që shkenca nuk e kishte parashikuar. Industria e teleportimit reagoi me forcë. Ata financuan 10 studime të reja, të gjitha duke u përpjekur të provonin se zbulimi i Cirihut ishte një gabim. Disa studime gjetën të njëjtin model, të tjera nuk e gjetën. Debati shkencor u bë i ashpër, i politizuar, i ndotur nga interesa ekonomik. Sepse deri në vitin 2033, industria e teleportimit vlente $8 trilion në vit. 50 milion njerëz teleportoheshin çdo ditë. Ekonomia globale vartej nga kjo teknologji. Por pyetjet nuk do të heshtin. Nëse diçka humbte gjatë teleportimit, edhe diçka e vogël e pamatur, atëherë çfarë ishte ajo? Dhe nëse nuk mund ta matnim, si mund të dinim se nuk ishte thelbësore për atë që bën një person? Dr. Sarah Mitchell, gruaja që kishte ofruar veten si vullnetare e parë, por që kurrë nuk ishte teleportuar, sepse tumori i saj u trajtua me sukses me një terapi të re, dha një intervistë që bëri jehon në të gjithë botën. Quote, 124, tha ajo. Quote, 125. Kjo pyetje preku një nerv, sepse çdo person që kishte teleportuar
dhe deri në vitin 2033 ishin miliarda, tani po pyeste veten, a jam ende unë, apo jam një kopje që ka trashëguar kujtimet e dikujt tjetër? Dhe nëse jam një kopje, ku është origjinali? A vdiq ai në momentin e skanimit? Dhe nëse po, pse nuk e ndjej? Pse nuk ka pasur asnjë ndërprerje në përvojën time subjektive? Përgjigjja që shumica e njerëzve arriti ishte një formë e mohimit të përshtatshëm. Quote, _126_, argumentuan ata. Por jo të gjithë u bindën. Një lëvizje e re u shfaq, njerëz që refuzuan të teleportoheshin kur më. Ata e quajtën veten njerëz që besonin se identiteti kërkonte një vit të pandërprer të ekzistencës fizike. Për ta, teleportimi ishte një formë vetvrasje, edhe nëse krijonte një kopje të përsosur. Një nga zërat më të fuqishëm të kësaj lëvizjeje ishte Marcus C., personi që kishte teleportuar 2 herë, që kishte jetuar me pyetjen e identitetit për dekada. Në moshën 55, në vitin 2034, ai publikoi një libër që u bë menjëherë bestseller. Titulli ishte i thjeshtë dhe i frikshëm. Shkroi ai. Ky libër detyroi miliona njerëz të përbaleshin me një të vërtet të pakëndshme. Nëse kishin teleportuar, ata nuk ishin më personi që kishte hyrë në makinën e teleportimit. Ai person kishte vdekur. Ata ishin kopje të përsosura, me të gjitha kujtimet dhe personalitetin, por megjithatë kopje. Por çfarë do të thotë të jesh një kopje? Nëse nuk mund ta dalosh veten nga origjinali, nëse ke të gjitha kujtimet e ti, të gjitha dashuritë e ti, të gjitha frikrat e ti, atëherë në çfarë kuptimi je Anderkori? Anderkori, quote Anderkori, 132 Anderkori. A nuk je po aq real, po aq i vlefshëm, po aq quote Anderkriju, i 23 i vlefshëm sa origjinali? Profesori David Chalmers, filozofi i famshëm i ndërgjegjes, propozoi një mënyrë të re për të menduar për problemin. Shkroi ai. Kjo teori e fitoi mbështetje nga shumë filozof, por ajo nuk e zgjidhi problemin praktik. Nëse identiteti është gradual, atëherë sa shumë vazhdimsi është e mjaftueshme. Nëse teleportimi ruan 50% të identitetit tënd, a është kjo mjaft? 30%? 10%? Dhe kush vendos? Ndërkohë teknologjia po vazhdonte të përparonte. Në vitin 2036, një kompani japoneze njoftoi një zhvillim revolucionar: teleportimi i ngadalt. Në vend që të skanonte dhe shkatëronte trupin menjëherë, kjo teknologji e re do ta bënte atë gradualisht, një qeliz në sekond. Procesi do të zgjaste 6 muaj për një person të plot. Por gjatë gjithë kohës, personi do të ishte i ndërgjeshëm, duke përjetuar gradualisht transferimin e trupit të tij nga një vend në tjetrin. Ideja ishte se teleportimi gradual do të ruante vazhdimsinë e ndërgjegjes. Në çdo moment, shumica e trupit tënd do të ishte ende në vendodhjen origjinale. Vetëm një pjesë e vogël do të ishte transferuar. Dhe ndërsa procesi vazhdonte, ti do të ndjeje gradualisht se po kuote 27 nga një vend në tjetrin, jo si një kërcim i menjëhershëm, por si një tranzicion i ngadalt. Vullnetari i parë për teleportimin e ngadalt ishte një grua 60 vjeçare me emrin Aisha Osman, një shkrimtare nga Nairobi. Ajo hyri në makinën e teleportimit në janar të vitit 2037. Procesi filloi. Dhe për 6 muaj, ajo jetoi një përvojë që asnjë qenie njerëzore nuk e kishte përjetuar kurrë. Quote 23 tha ajo më vonë. Quote 139. Kjo përvojë ishte mahnitse dhe frikshme. Pas 3 muajve, Aisha raportoi se po humbisnin ndjenjen e një të vetëm, tha ajo. Pas 6 muajve, procesi përfundoi. Trupi i Aishas në Nairobi ishte shkatëruar plotësisht. Trupi i saj në Kairo ishte i plot. Por Aisha raportoi diçka që tronditi të gjithë. Kjo përvojë e teleportimit të ngadalt nuk e zgjidhi paradoksin e identitetit. Në fakt, e bëri atë më të qartë, sepse Aisha kishte përjetuar atë që filozofët kishin debatuar për dekada, momentin kur një person pushon së qeni dhe bëhet dikush tjetër. Dhe ajo kishte zbuluar se nuk ishte një moment të vetëm. Ishte një proces gradual, një zhdukje e ngadalt e një identiteti dhe lindja e një tjetri. Por a ishte kjo më mirë se teleportimi i menjëhershëm? Aisha mendonte se po. Quote 25 tha ajo. Kjo dallim midis transformimit të përjetuar dhe zvendësimit të menjëhershëm u bë qendra e debatit të ri.
Disa argumentuan se teleportimi ngadalt ishte etikisht superior, sepse ruante një formë vazhdimësie të përvojës subjektive. Të tjerët argumentuan se ishte thjesht një mënyrë më e gjatë për të vdekur, në vend që të vdisje në një moment, vdisje gradualisht gjatë 6 muajve. Ndërkohë shkenca po zbulonte gjëra të reja për natyrën e ndërgjegjes që e bënin paradoksin edhe më të thellë. Në vitin 2040, një ekip neuroskentistësh nga Universiteti i Stanfordit publikoi një studim që tregonte se ndërgjegja nuk është një proces i vazhdueshëm. Në vend të kësaj është një seri kuote 25 në sekond diskrete, rreth 25 në sekond, ku truri integron informacionin dhe krijon një përvojë të unifikuar. Midis këtyre momenteve ka intervale të shkurtra, vetëm disa dhjetra milisekonda, ku nuk ka ndërgjegje. Kjo zbulim kishte implikime të frikshme për teleportimin. Nëse ndërgjegja tashmë është diskrete, nëse tashmë ka intervale ku kuote 28 nuk ekziston, atëherë çfarë dalimi bën nëse një nga ato intervale zgjatet nga disa milisekonda në disa orë? Nëse identiteti yt mund të mbijetojë një ndërprerje 20 milisekondëshe, 25 herë në sekond, pse nuk mund të mbijetojë një ndërprerje 17 orëshe gjatë teleportimit? Profesoresha Tanaka, që kishte propozuar teorinë e underkori, QUOTE underkori, 29 underkori të ndërgjegjes, u përgjigj me një ese të fuqishme. Underkori, QUOTE underkori, 150 underkori, shkroi ajo. Underkori, QUOTE underkori, 151 underkori. Ky argument ishte i fuqishëm, por ai varte nga një supozim, se ndërgjegja varet nga substrati fizik specifik, jo vetëm nga modeli i organizimit, dhe ky supozim nuk mund të provohej, sepse si mund të testosh nëse 2 trurje identik, të ndërtuara nga atome të ndryshme, gjenerojnë të njëjtën ndërgjegje, apo 2 ndërgjegje të ndryshme? Nuk ka asnjë test i mundshëm që mund ta dalonte këtë, dhe kështu paradoksi mbeti i pasgjidhur. Pas më shumë se 30 vitesh teleportimi, pas miliarda njerëzve të teleportuar, shkenca ende nuk mund të përgjigjej pyetjes themelore. A ruan teleportimi identitetin? Apo është vrasje dhe krijim i një kopje? Në vitin 2050, në përvjetorin e 23 të eksperimentit të Marcus Chen, u organizua një simpozium ndërkombëtar për të diskutuar gjendjen e pyetjes. Shkencëtar, filozof, teolog, jurist, të gjithë mblodheshin për të debatuar atë që ishte bërë pyetja më e madhe e pasgjidhur e shekulit. Përfundimi i tyre ishte i befasishëm në sinqeritetin e tij. Ne nuk e dim, dhe ndoshta nuk mund ta dim kurrë. Quote 2052. Tha Dr. Weber, tani 80 vjeç. Kjo konkluzion ishte e pakënaqshme për shumë njerëz. Ata donin një përgjigje të qartë, po ose jo. A është teleportimi i sigurt apo jo? A vdes kur teleportohesh apo jo? Po shkenca nuk mund t'u jepte atyre atë përgjigje, sepse disa pyetje doli janë përtej shkencës. Megjithatë jeta vazhdoi. Në vitin 2050, rreth 100 milion njerëz teleportoheshin çdo ditë. Teknologjia kishte bërë të mundur një botë që do të ishte e paimagjinueshme 50 vjet më parë. Njerëzit jetonin në një qytet dhe punonin në një tjetër, në anën tjetër të planetit. Familjet të ndara nga oqeanet hanin darkë së bashku çdo mbrëmje. Studentët ndiqnin leksione në universitete në kontinente të ndryshme pa lënë shtëpitë e tyre. Por çdo person që teleportohej mbante me vete një pyetje të heshtur. A jam ende unë? Apo vdiqja në momentin e skanimit, dhe dikush tjetër, dikush identik me mua në çdo mënyrë, mori vendin tim? Shumica zgjodhen të mos mendonin për këtë, sepse çfarë dalimi bënte? Nëse kopja nuk e dinte se ishte kopje, nëse ajo jetonte një jetë të lumtur, të plot, të kuptim plot, atëhere a nuk ishte kjo mjaft? Por disa, si Marcus A, si Aisha, si mijëra të tjerë që kishin përjetuar diçka që i bëri të dyshonin, nuk mund të haronin. Për ta, teleportimi do të mbetej përgjithmonë një mister i frikshëm. Një teknologji që funksiononte në mënyrë të përsosur, por që mund, ose nuk mund, të ishte forma më e sofistikuar e vrasjes që njerëzimi kishte shpikur ndonjëherë. Dhe ndoshta, kjo ishte mësimi i vërtet i teleportimit. Jo se shkenca mund të zgjidhë çdo problem,
por se disa probleme janë thelbësisht njerëzore. Probleme që prekin thelbin e asaj që do të thotë të jesh një person, të kesh një përvojë subjektive, të jesh ti. Dhe këto probleme, pavarësisht sa të avancuar bëhet teknologjia jon, do të mbeten mistere, sepse në fund, askush nuk mund të hyjë në mendjen tënde dhe të përjetoj atë që ti përjeton. Askush nuk mund të di nëse e kuqja që ti sheh është e njëjta me kuqen që unë shoh. Dhe askush nuk mund të di nëse personi që del nga makina e teleportimit është vërtet ti apo një kopje e përsosur që thjesht mendon se është ti. Kjo është çmimi i ndërgjegjes. Kjo është bekimi dhe malkimi i të qenit një qenieve të dishme në një univers material. Ne jemi të vetmit në përvojën tonë subjektive. Dhe kjo vetmi, kjo pamundësi thelbësore e ndarjes së plot të përvojës sonë të brendshme me dikë tjetër, është ajo që e bën pyetjen e teleportimit kaq të frikshme. Sepse nëse nuk mund të dish me siguri se çfarë përjeton dikush tjetër, si mund të dish me siguri se çfarë do të përjetosh ti vet pas teleportimit? Si mund të dish se vija e pandërprerë e përvojës tënde subjektive, ajo vijë që fillon me kujtimet e tua më të hershme dhe vazhdon deri në këtë moment, do të vazhdojë në anën tjetër? Apo do të pritet dhe një vijë e re, e pandashme nga jotja, por megjithatë e ndryshme, do të fillojë në trupin e ri? Kjo pyetje nuk ka përgjigje. Dhe ndoshta, kjo është pikërisht pika. Ndoshta disa mistere janë thelbësore për ekzistencën njerëzore. Ndoshta disa pyetje duhet të mbeten të hapura, duke na kujtuar se pavarësisht sa shumë mësojmë për universin, do të ketë gjithmonë diçka që mbetet përtej kuptimit ton. Teleportimi funksionon. Kjo është një fakt shkencor. Por nëse ai ruan identitetin, nëse ti vërtet vazhdoni të ekzistosh në anën tjetër, apo nëse vdes dhe një kopje merr vendin tënd, kjo mbetet një mister. Një mister që çdo person që teleportohet duhet ta përbalojë vet. Një mister që shkenca nuk mund ta zgjidh, sepse është përtej shkencës. Dhe ndoshta, në fund, kjo është mësimi më i rëndësishëm që teleportimi na mëson. Se ka kufi për atë që mund të dim. Se ka pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet. Dhe se ndonjëherë duhet të jetojmë me pasigurinë, me misterin, me mundësinë që e vërteta mund të jetë më e çuditshme dhe më e frikshme se sa mund të imagjinojmë. Sepse në fund, çdo njeri prej nesh është një mister për veten. Çdo njeri prej nesh përjeton diçka që askush tjetër nuk mund ta përjetojë. Dhe çdo njeri prej nesh duhet të vendos vetë se çfarë besojmë për natyrën e identitetit ton, për vazhdimsinë e ekzistencës son, për atë që na bën, teleportimi thjesht e bën këtë mister eksplicit. E sjell atë në sipërfaqe. Na detyron të përbalemi me pyetje që zakonisht i shmangim. Dhe në këtë kuptim, ndoshta teleportimi është dhurata më e madhe që shkenca na ka dhënë ndonjëherë. Jo sepse na jep përgjigje, por sepse na detyron të bëjmë pyetjet e duhura. Pyetje për natyrën e ndërgjegjes, për kuptimin e identitetit, për atë që do të thotë të jesh ti. Pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, por që janë thelbësore për të kuptuar se çfarë do të thotë të jesh njeri. Dhe ndesa qëndrojmë në prag të një epoke ku teleportimi është bërë aq i zakonshëm sa udhëtimi me avion ishte dikur, ne duhet të mbajmë këto pyetje të gjalla. Duhet të kujtojmë se çdo person që hyn në një makinë teleportimi po bën një zgjedhje. Një zgjedhje që mund ose nuk mund ta përfundojë ekzistencën e tij. Dhe duhet të respektojmë misterin, pasigurinë, frikën ekzistenciale që vjen me atë zgjedhje. Sepse në fund, kjo është ajo që na bën njerëz. Jo siguria, jo njohurit, por aftësia për të jetuar me pasigurinë, për të përbaluar misteret, për të bërë zgjedhje të vështira pa ditur me siguri se çfarë do të ndodhë. Dhe teleportimi, pavarësisht nga të gjitha mrekullitë teknologjike që ofron, do të mbetet përgjithmonë një kujtesë e kësaj të vërtetë thelbësore, se ka gjëra që nuk mund t'i dim. Se ka mistere që nuk mund t'i zgjidhim, dhe se ndonjëherë duhet të kemi besim, jo në shkencë, jo në teknologji, por në diçka më të thellë, më të paqartë, më njerëzore. Besim se pavarësisht nga pasiguria, pavarësisht nga misteri, pavarësisht nga mundësia që mund të gabojmë, jeta vlen të jetohet. Përvojat vlen të përjetohen. Dhe udhëtimi, qoftë nëpërmjet hapësirës fizike apo nëpërmjet hapësirës ekzistenciale të identitetit, vlen të ndërmerret. Kjo është trashëgimia e teleportimit.
Jo një përgjigje, por një pyetje. Jo një zgjidhje, por një mister. Jo një fund, por një fitlim. Fitlimi i një epoke ku njerëzimi duhet të mësojë të jetojë me pasigurinë më të thellë që ka përballuar ndonjëherë. Dhe ndoshta, pikërisht kjo pasiguri është ajo që do të na bëjë më njerëzor se kurrë. Por le të ndalemi për një moment. Le të largohemi nga makinat e teleportimit, nga debatet shkencore, nga paradokset filozofike. Le të kthehemi te diçka më themelore, më e lashtë, më njerëzore. Çdo natë, kur mbyll syt dhe bie në gjumë, ti përjeton diçka që është çuditërisht e ngjashme me teleportimin. Ndërgjegja jote zhduket. Vija e pandërprerë përvojës tënde subjektive ndërpritet. Dhe pastaj, pas orësh, ose atë që ty të duket si një moment, ti zgjohet. Por a je i njëjti person që la në gjumë? Çdo qeliz në trupin tënd ka ndryshuar pak. Miliarda lidhje sinaptike janë riorganizuar. Kujtime janë konsoliduar, të tjera janë zbeht. Në një kuptim të vërtet fizik, ti nuk je saktësisht i njëjti. Megjithatë, askush nuk e konsideron zgjimin si rilindjen e një personi të ri. Ne pranojmë, pa u menduar, se personi që zgjohet në mëngjes është i njëjti me atë që ra në gjumë mbrëm. Por pse? Çfarë bën këtë vazhdimsi kaq të vetkuptueshme, ndërsa vazhdimësia nëpërmjet teleportimit duket kaq e dyshimt? Ndoshta përgjigjja qëndron jo në fizik, por në diçka më të thellë. Në atë ndjenjë subjektive të qenit që vazhdon nga një moment në tjetrin, jo sepse atomet janë të njëjta, jo sepse truri është identik, por sepse ka një vijë të përvojës që nuk është kurrë plotësisht e ndërprerë. Edhe në gjumin më të thellë, truri yt vazhdon të funksionojë. Valët e trurit ndryshojnë, por nuk ndalojnë kurrë. Ka një substrat i vazhdueshëm i aktivitetit neural që lidh momentin para gjumit me momentin e zgjimit. Por në teleportim, ai substrat shkatërohet plotësisht. Për 17 dhjetor nuk ka asnjë tru. Nuk ka asnjë aktivitet neural. Nuk ka asnjë substrat që mund të mbajë vijen e përvojës. Dhe kur truri i ri krijohet, ai fillon nga zero, një tru i ri, i ndërtuar nga atome të reja, që gjeneron një ndërgjegje të re. A është kjo ndërgjegje e re e njëjta me atë të vjetër? Kjo pyetje na çon në një nga misteret më të thella të shkencës moderne. Problemi i vështirë i ndërgjegjes. Pse aktiviteti fizik i neuroneve, shkarkimet elektrike, lëvizjet e joneve, lirimi i neurotransmetuese, krijon përvojë subjektive? Pse ndjejmë diçka kur shohim ngjyrën e kuqe, kur dëgjojmë muzikë? Kur ndejem dhimbje? Shkenca mund të shpjegojë se si truri përpunon informacionin, por nuk mund të shpjegojë pse ai përpunim shoqërohet me përvojë, me atë ndjenjë të brendshme të qenit dikush që përjeton. Dhe nëse nuk mund të shpjegojmë pse ekziston ndërgjegja, si mund të shpjegojmë se çfarë e ruan atë? Si mund të dimë nëse një tru i ri, edhe nëse është identik në strukturë, gjeneron të njëjtën ndërgjegje apo një të re? Disa shkencëtarë argumentojnë se ndërgjegja është një pronë emergjente, diçka që lind nga kompleksiteti i sistemit, jo nga pjesët individuale. Nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo sistem me të njëjtën kompleksitet dhe organizim duhet të gjenerojë të njëjtën ndërgjegje. Një tru i teleportuar, duke qenë identik në organizim, duhet të gjenerojë të njëjtën ndërgjegje si origjinali. Por të tjerët argumentojnë se ndërgjegja mund të varet nga diçka më shumë se organizimi. Ndoshta varet nga historia e sistemit, nga vija e pandërprerë shkaksisë që lidh çdo moment me atë që erdhi para tij. Ndoshta një tru që lind nga një proces i vazhdueshëm biologjik gjeneron një lloj të ndryshëm ndërgjegje nga një tru që krijohet menjëherë nga atomet e shpërndara. Ose ndoshta, dhe kjo është mundësia më e frikshme, ndërgjegja nuk është një pronë e trurit fare. Ndoshta është diçka më themelore, më e përhapur në univers. Disa fizikantë kanë propozuar se ndërgjegja mund të jetë një aspekt bazë i realitetit, si masa apo ngarkesa elektrike. Nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja nuk është nëse truri gjeneron ndërgjegje, por si ai e kuote 2015 atë, si ai bëhet një kanal për diçka që tashmë ekziston në nivel më themelor. Kjo ide mund të tingëllojë si shkencë fantazi, por konsideroni këtë. Mekanika kuantike na ka treguar se realiteti është shumë më i çuditshëm se sa duket. Grimkat mund të jenë në dy vende njëkohësisht. Informacioni mund të transferohet menjëherë në distanca të pafundme. Akti i vëzgjimit ndryshon atë që vëzgohet. Nëse realiteti kuantik është kaq i çuditshëm,
Pse ndërgjegja, fenomeni më i drejt për drejt që përjetojmë, nuk mund të jetë po aq e çuditshme. Ndoshta teleportimi nuk shkatëron ndërgjegjen. Ndoshta ai thjesht atë e transferon nga një substrat fizik në një tjetër, ashtu si informacioni kuantik transferohet nga një grimc në një tjetër nëpërmjet ndërturjes. Ndoshta ajo ndjenjë subjektive e të qenit nuk është e lidhur me atomet specifike në trupin tënd, por me modelin, me mënyrën se si ato atome janë organizuar, me informacionin që ato mbajnë. Por ndoshta jo. Ndoshta ndërgjegja varet nga vazhdimësia fizike, nga vija e pandërprerë e shkaksisë që lidh çdo moment neural me atë që erdhi para tij. Ndoshta kur ajo vi pritet, ndërgjegja pushon, dhe kur një tru i ri krijohet, një ndërgjegje e re fillon. Një ndërgjegje që ka të njëjtat kujtime, të njëjtin personalitet, por që megjithatë është një i ndryshëm. Ne nuk e dim. Dhe kjo është e vërteta e pakëndshme që teleportimi na detyron të përbalemi. Ka pyetje themelore për natyrën e ekzistencës son që shkenca nuk mund t'i përgjigjet. Jo sepse teknologjia jonë është e pamjaftueshme, jo sepse nuk kemi studiuar mjaft, por sepse disa pyetje mund të jenë përtej metodës shkencore. Shkenca funksionon duke matur, duke testuar, duke verifikuar. Por si mund të matësh përvojën subjektive? Si mund të testosh nëse dy ndërgjegje janë të njëjta? Si mund të verifikosh se vija e përvojës vazhdon nga një trup në një tjetër? Nuk ka asnjë instrument që mund ta bëjë këtë. Nuk ka asnjë eksperiment që mund ta provoje. Dhe kështu, mbetemi me pasigurinë, me misterin, me mundësinë që e vërteta mund të jetë përtej asaj që mund të dim ndonjëherë. Por ndoshta kjo nuk është një dështim. Ndoshta është një kujtesë e nevojshme për kufit e njohurive tona. Në 4 shekujt e fundit, shkenca ka arritur gjëra të jashtëzakonshme. Kemi zbuluar ligjet që qeverisin universin, nga grincat më të vogla deri te galaktikat më të mëdha. Kemi kuptuar evolucionin e jetës, strukturën e ADN-s, natyrën e hapësirës dhe kohës. Kemi ndërtuar teknologji që do të dukeshin si magji për paraardhësit tanë. Por me çdo zbulim kemi gjetur edhe pyetje të reja. Me çdo mister të zgjidhur, kemi zbuluar mistere më të thella. Dhe tani, me teleportimin, kemi arritur në një kufi që mund të jetë i pashkputshëm. Kufiri midis objektives dhe subjektives, midis të matshmes dhe të përjetueshmes, midis shkencës dhe ndërgjegjes. Kjo nuk do të thotë se duhet të ndalojmë së kërkuari, përkundrezi. Do të thotë se duhet të kërkojmë me përulësi, duke pranuar se mund të ketë gjëra që nuk mund t'i dim kur. Duhet të vazhdojmë të bëjmë pyetje, të eksperimentojmë, të mësojmë, por pa pretenduar se shkenca mund të përgjigjet çdo pyetje, sepse në fund disa nga pyetjet më të rëndësishme nuk janë shkencore. Ato janë filozofike, ekzistenciale, njerëzore. Pyetje si: çfarë do të thotë të jesh ti? Çfarë bën një jetë të vlefshme? Si duhet të jetojmë duke ditur se jemi të vdekshëm, të brisht, të pasigurt për natyrën e ekzistencës son? Teleportimi na detyron të përballemi me këto pyetje në një mënyrë që asnjë teknologji tjetër nuk e ka bërë. Sepse kur hyn në një makinë teleportimi, nuk po bën thjesht një zgjedhje praktike për mënyrën se si të udhtosh, po bën një zgjedhje ekzistenciale për natyrën e identitetit tënd, për kuptimin e vazhdimësisë, për atë që beson se të bën ty. Dhe çdo person duhet të bëjë atë zgjedhje vetë. Shkenca nuk mund ta bëjë për ty. Filozofia nuk mund ta bëjë për ty. Feja nuk mund ta bëjë për ty. Vetëm ti mund të vendosësh se çfarë beson për natyrën e identitetit tënd. Disa do të zgjedhin të besojnë se identiteti është modeli, se nëse modeli ruhet, ti vazhdon të ekzistosh, pavarësisht nëse atomet zëvendësohen. Për ta, teleportimi është i sigurt, një mënyrë e mrekullueshme për të udhëtuar që nuk sjell më shumë rrezik ekzistencial se sa gjumi. Të tjerët do të zgjedhin të besojnë se identiteti është vazhdimësia, se vija e pandërprerë e ekzistencës fizike është thelbësore për atë që të bën ty. Për ta, teleportimi është vdekje, pavarësisht se sa e përsosur është kopja që krijohet. Dhe të tjerët do të jetojnë me pasigurinë, duke pranuar se nuk e din, se mund të mos ketë një përgjigje të vërtetë, se realiteti mund të jetë më i çuditshëm se sa mund të konceptojmë. Të gjitha këto pozicione janë të vlefshme, sepse në mungesë të provave përfundimtare, çdo njeri prej nesh duhet të zgjedhë se çfarë të besojë, bazuar në intuitën tonë, në vlerat tona, në atë që ndjen e vërtet për ne.
Kjo është bekimi dhe malkimi i ndërgjegjes. Ne jemi qeniet e vetme që e dim, ose të paktën dyshojmë se ekzistojmë. Ne jemi të vetmit që mund të pyesim se çfarë do të thotë të ekzistosh. Dhe ne jemi të vetmit që duhet të jetojmë me pasigurinë e asaj pyetjeje. Por ndoshta, pikërisht kjo pasiguri është ajo që na bën njerëz. Jo siguria, jo njohuritë absolute, por aftësia për të pyetur, për të dyshuar, për të kërkuar, edhe kur e dim se mund të mos gjejmë kurrë përgjigje. Dhe ndesa që ndrojmë këtu, në këtë moment, në vitin 2026, në prag të një epoke ku teleportimi po bëhet realitet, ne duhet të mbajmë të pasigurit të gjallë. Duhet të kujtojmë se çdo person që hyn në një makinë teleportimi po bën një veprim, besimi. Besim se modeli është mjaft. Besim se kopja është e njëjta me origjinalin. Besim se vija e përvojës do të vazhdoj edhe nëse substrati fizik zëvendësohet. Ose ndoshta, besim se edhe nëse vija pritet, edhe nëse personi origjinal vdes, kjo është një sakrificë që vlen, sepse kopja do të jetojë, do të dashurohet, do të përjetojë, do të vazhdoj atë që filloi origjinali. Të dyja llojet e besimit kërkojnë guxim, sepse të dyja kërkojnë të pranosh diçka që nuk mund të provosh, diçka që mund të jetë e gabuar, diçka që mund të ketë pasoja që nuk mund të imagjinosh. Por ndoshta, kjo është pikërisht ajo që do të thotë të jesh njeri, të jetosh me pasigurinë, të bësh zgjedhje pa ditur me siguri se çfarë do të ndodhë. Të kesh besim, jo në shkencë, jo në teknologji, por në diçka më të thellë, më të paqartë, më njerëzore. Besim se jeta vlen të jetohet, edhe kur nuk e dim se çfarë është jeta. Besim se identiteti ka kuptim, edhe kur nuk e dim se çfarë është identiteti. Besim se përvojat tona janë reale, edhe kur nuk e dim se çfarë është realiteti. Ky besim nuk është iracional, është thelbësisht njerëzor, sepse ne nuk mund të jetojmë pa besim. Nuk mund të funksionojmë nëse dyshojmë për çdo gjë, nëse pyesim çdo supozim, nëse kërkojmë prova për çdo besim. Në një kuptim, çdo njeri prej nesh jeton tashmë me një formë të teleportimit. Çdo natë kur flem, ne teleportohemi nga një ditë në tjetrën. Çdo moment ne teleportohemi nga një version i vetes son në një tjetër, ndërsa qelizat vdesin dhe rinovohen, ndërsa kujtimet formohen dhe zbejnë, ndërsa përvojat na ndryshojnë në mënyra të vogla, por të panumërta. Personi që je tani nuk është saktësisht i njëjti me personin që ishe dje, apo një vit më parë, apo 10 vjet më parë. Megjithatë ne pranojmë, pa u menduar, se ka një vit të vazhdimësisë që lidh të gjitha këto versione. Ne i quajmë të gjitha unë. Teleportimi thjesht e bën këtë transformim eksplicit, e përshpejton atë, e kondenson në një moment të vetëm atë që zakonisht ndodh gradualisht gjatë viteve. Dhe në këtë përshpejtim, ai zbulon diçka që ishte gjithmonë e vërtet, se identiteti nuk është një gjë fikse, e palvishme, e përjetshme. Është një proces, një rrjedhje, një transformim i vazhdueshëm. Pyetja nuk është nëse teleportimi e ndryshon identitetin. Pyetja është nëse ai e ndryshon atë në një mënyrë që është thelbësisht e ndryshme nga mënyrat e tjera që identiteti ndryshon vazhdimisht. Dhe kjo pyetje, përsëri, nuk ka një përgjigje objektive. Ka vetëm zgjedhje subjektive. Zgjedhje që çdo person duhet të bëjë vetë, bazuar në atë që beson për natyrën e identitetit, për kuptimin e vazhdimësisë, për atë që e bën një person të njëjtin nga një moment në tjetrin. Kjo është trashëgimja e teleportimit, jo një përgjigje, por një pyetje, jo një zgjidhje, por një sfidë. Sfida për të menduar thellë për natyrën e ekzistencës sonë, për të përbaluar misteret që zakonisht i shmangim, për të jetuar me pasigurinë që është thelbësore për gjendjen njerëzore. Dhe ndërsa teknologjia vazhdon të përpalojë, ndërsa teleportimi bëhet më i shpejtë, më i lirë, më i zakonshëm, ne duhet të mbajmë këto pyetje të gjalla. Duhet të kujtojmë se çdo hap përpara në teknologji është gjithashtu një hap më thellë në mister. Duhet të pranojmë se ka gjëra që nuk mund t'i dimë, edhe ndërsa vazhdojmë të kërkojmë t'i kuptojmë. Sepse në fund, kjo është ajo që na bën njerëz. Jo aftësia për të ditur gjithçka, por aftësia për të jetuar me të mos ditur. Aftësia për të bërë pyetje që nuk kanë përgjigje. Aftësia për të kërkuar kuptim në një univers që mund të mos ketë kuptim. Dhe ndoshta, pikërisht kjo kërkim
është ajo që jep kuptim. Jo përgjigjet që gjejmë, por pyetjet që bëjmë. Jo destinacioni, por udhëtimi. Jo siguria, por gutësimi për të jetuar me pasigurinë. Teleportimi na ofron një udhëtim të ri, një udhëtim nëpërmjet hapësirës që mund të jetë gjithashtu një udhëtim nëpërmjet identitetit, nëpërmjet ndërgjegjes, nëpërmjet vetë natyrës së ekzistencës. Dhe çdo person që zgjedh të ndërmarrë atë udhëtim, po bën një veprim gutësimi. Gutësimi për të përballuar të panjohurën, për të pranuar pasigurinë, për të besuar se pavarësisht nga misteret, pavarësisht nga dyshimet, pavarësisht nga mundësia që mund të gabojmë, udhëtimi vlen. Sepse në fund, çfarë tjetër mund të bëjmë? Mund të mbylemi në frikë, të refuzojmë të eksplorojmë, të qëndrojmë të sigurt në atë që e dimë. Por kjo nuk është jetë. Kjo është ekzistencë, por jo jetë. Të jetosh do të thotë të marrësh rreziqe, të eksplorosh, të transformohesh, të pranosh se çdo moment të bën pak të ndryshëm nga ajo që ishe, dhe se kjo transformim, edhe kur është e frikshme, edhe kur është e pasigurt, është ajo që të bën gjallë. Teleportimi është vetëm forma më e fundit e kësaj transformimi, një mënyrë e re për të udhëtuar, për të ndryshuar, për të bërë pyetje për natyrën e identitetit tonë. Dhe ndërsa qëndrojmë në prag të kësaj epoke të re, ne duhet të kujtojmë se çdo teknologji e re është gjithashtu një pasqyrë. Një pasqyrë që reflekton jo vetëm atë që mund të bëjmë, por atë që jemi. Dhe ajo që jemi është qenie të ndërgjegjshme në një univers që nuk e kuptojmë plotësisht. Qenie që mund të pyesin, të dyshojnë, të kërkojnë, po që nuk mund të dinë kurrë gjithçka. Qenie që duhet të jetojnë me misterin, me pasigurinë, me mundësinë që e vërteta mund të jetë përtej asaj që mund të konceptojmë. Por ndoshta, kjo është pikërisht ajo që na bën të veçantë. Jo aftësia për të ditur, por aftësia për të pyetur. Jo siguria, por gutësimi për të jetuar me pasigurinë. Dhe ndërsa mbyll syt sonte, qoftë për të fjetur, qoftë për të teleportuar, qoftë thjesht për të pushuar për një moment, kujtoje këtë. Ti je një mister, për veten, për të tjerët, për universin. Dhe ky mister nuk është diçka që duhet zgjidhur, është diçka që duhet jetuar. Sepse në fund, ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta udhtimi është më i rëndësishëm se destinacioni. Dhe ndoshta misteri, ai misteri thellë, i pashpjegueshëm, i bukur për natyrën e ndërgjegjes, të identitetit, të ekzistencës, është pikërisht ajo që e bën jetën të vlefshme për të jetuar. Kështu që pyetja nuk është nëse teleportimi ruan identitetin. Pyetja është, çfarë do të thotë të kesh një identitet në një univers ku gjithçka ndryshon vazhdimisht? Çfarë do të thotë të jesh ti, kur ti nuk je kur saktësisht i njëjti nga një moment në tjetrin? Dhe ndoshta, përgjigja është kjo. Ti je rrëfimi që tregon vetes. Ti je vija që lidh kujtimet, përvojat, transformimet në një tërësi që ka kuptim. Ti je procesi, jo produkti. Udhëtimi, jo destinacioni. Pyetja, jo përgjigja. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë teleportimi nuk të shkatëron. Ai thjesht shton një kapitull të ri në rrëfimin tënd. Një kapitull të çuditshëm, të frikshëm, të mrekullueshëm. Por megjithatë një kapitull që është yti, sepse ti e jeton, ti e përjeton, ti e bën pjesë të asaj që do të thotë të jesh ti. Dhe kjo në fund është e vetmja gjë që ka rëndësi. Jo nëse atomet janë të njëjta, jo nëse vija është e pandërprer, por nëse rrëfimi vazhdon, nëse përvojat vazhdojnë, nëse ajo ndjenjë subjektive e të qenit dikush që përjeton, që mendon, që ndjen, nëse ajo vazhdon, në çfarëdo forme, në çfarëdo trupi, në çfarëdo vendi. Sepse në fund kjo është ajo që jemi, jo atome, jo qeliza, jo madje trulje, por përvojat që kemi, rrëfimet që tregojmë, pyetjet që bëjmë, misteret që përbalemi. Dhe teleportimi, pavarësisht nga të gjitha pasiguritë e tij, na ofron një mënyrë të re për të përjetuar, për të treguar, për të pyetur, për të përbaluar. Një mënyrë të re për të qenë njerëz në një univers që është më i madh, më i çuditshëm, më i misteroz se sa mund të imagjinojmë. Dhe ndoshta, kjo është mjaft. Ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta misteri është më i bukur se siguria. Dhe ndoshta, në fund, ajo që na bën njerëz nuk është aftësia për të ditur, por guximi për të mos ditur, dhe megjithatë të vazhdojmë të kërkojmë, të pyesim, të jetojmë.
sepse kjo është ajo që do të thotë të jesh i gjallë. Dhe kjo është ajo që do të thotë të jesh